Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Jam unë Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër. E martë sot 30 qershor dhe jemi përsëri bashk si çdo të martë në valët e Window Radio me emisionin tim Mikrofoni hapur. Vim sonte në këtë emision me plot ngjarje nga Shqipëria. Shqipëria zihen nga protestat ku i madh dhe i vogël janë ngritur kundër kësaj qeverie. Kësaj qeverie që të gjitha i bën, por vetëm një gjë nuk e bën. Nuk punon për vendin dhe nuk punon për popullin. Si për të ta shpifur, kur të gjithë e dim se si është Shqipëria, një vend i prapambetur ku populli është nën pasdore, por nuk harrojnë të vjedhin e të shesin pasuritë kombëtare në një aksion propagandistik e gjithë qeveria, ku pola e rilindjes dhe patronazhistët që mundohen të na tregojnë Shqipërinë në foto si vendi për të patur zili. Po pse protestojnë atëherë shqiptarët në Shqipëri si asnjëherë tjetër? Pse protestojnë shqiptarët në diasporë kur qenë ka kaq bukur sipas propagandës së rilindjes? Apo shqiptarët jetojnë realitetin e qeveritarët jetojnë parajsën me paratë e vjedhura? Të nderuar dëgjues, Shqipëria sipas propagandës është afër BE-s si asnjëherë tjetër dhe duke parë se shqiptarët i duan Evropën, propaganda mundohet t'i vënë në presion se çdo gjë që bëhet është kundër aderimit në BE. Por si mund të hyjë një vend në BE kur ti si vend nuk ke demokraci, nuk ke liri, kur shteti dhe mafia janë një? Ti mund të bëhet pjesë e BE-s kur ti nuk ke demokraci, kur nuk pyetet populli dhe për pasuritë e tyre, por ata falen dhe shiten sipas interesave të karrigës së Ramës. Si hyn ti në BE kur ti je një vend i varfër me një ekonomi që lëviz vetëm nga parat e krimit, por populli vetëm rrie pret, ndërkohë që qeveritarët pasurohen? Ti mund të hyjë një vend në BE kur ti quan protestuesit armiq, i quan iranian, i quan mafioz, i quan anti-shqiptar. Në vazhdim e bisedave të mia, kur mundohem të jap një opinion, por edhe të krijoj hapësirë për opinione nga njerëz që vazhdimisht përveç hallëve të tyre kanë interes hallet e atij vendi. Të gjithë duhet ta themi një fjalë, ta japim një mendim dhe të bëhemi bashk në një qendres kur vendi ka nevojë. Një aktivist të tillë, një qendrestar, një djalë të studiuar, një intelektual që për të tillë kemi nevojë nëse duam të ecim përpara, e kam sonte në emisionin tim edhe ai djalë është Leonard Seferi. Leonardin e njoh nga afër edhe nëse shprehim atë jargonin popullor kur komplimentojmë një djalë të ri, një thënie kretë thjesht është djalë Flori. Edhe prandaj e kam thirrur sonte në bisedë. Leonard, mirëmbrëma, mirë se erdhe në radio. Faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma Genci, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë që t'jem sonte në bisedë me ty dhe për gjithë dëgjuesit i përshëndes gjithë me respekt. Leonard, para se të fillojmë, se kush është Leonard Seferi, desha të them që i ndjek kret pak mediat shqiptare për të më thënë as pak, në fakt as pak. Po ky Facebooku nga i herë duket sikur na i bën me dhunë në thojza, edhe shikoj që shqiptarët të sjellin diçka të re në jetën e vet, në politikën e vet, por shikoj të gjitha mediat njerëz të lodhur, njerëz që nëse flasim çdo diçka ka një limit edhe një afat skadence, njerëz që ju ka skaduar afati, njerëz që ta shpifin televizorin edhe të bajnë t'i rrish larg, edhe ne presim mendime dhe opinione nga ata lloj njerëzish. Por Window Radio është krejt e kundërta. Ata njerëz që duhen varur ngosht, i ka varur një herë mirë edhe nuk ka vend për ata. Window Radio është një media ku ka vend vetëm për njerëzit që kanë studiuar, kanë punuar, janë qendrestar edhe janë patriot. Ne duam mendimin e tyre, idenë e tyre se si ne mund të ecim përpara. Të dashur dëgjues, kur flas në përgjithësi për Shqipërinë, jo për Shqipërinë si vend, për politikën dhe shumë gjëra, nganjëherë irritohem edhe ndoshta e deformoj pak fjalorin,
por nuk e kam problem fare të them që ata kalbësira, ata janë pjesë e këtij sistemi të kalbur edhe nuk do gjenë hapësirë. Hapësirë do gjenë vetëm njerëzit e mirë, vetëm njerëzit patriot, vetëm njerëzit idealist, por edhe të mençur, sepse gjithçka do të shoqërohet me mençuri që fjala atyre të dëgjohet. Leonard Seferi, për dëgjuesin, kush është Leonard Seferi? Të lutemi për prezantimin shkurtër, megjithëse biografia jote është goxha e madhe, por shkurtimisht për të pasur një ide dëgjuesi se kë po dëgjon sonte. Atëherë, shkurtimisht, Leonard Seferi kam lindur në Dibër, Maqellakët Dibrës. Kam kryer studimet e larta për gazetari në Turqi, në Izmir. Kam punuar në lidhje me turizmin edhe jashtë Shqipërisë, por edhe brenda Shqipërisë. Kam kryer disa aktivitete, qoftë edhe në aspektin gazetaresk, por më shumë si i pavarur, sepse siç edhe ju i nderuar Genc e përmendët që të bësh gazetari edhe që të rish jo domosdoshmërisht, por patjetër që në rrethanat e Shqipërisë duhet të pozicionohesh diku dhe këto pozicionimet nuk është se jo përherë na vin për shtat, sepse njerëzit duhet thonë ato që ndjejnë, ato që kanë dëshirë të shprehin dhe këto pastaj mbetesh nuk është mirë, nuk duhet t'i përgjigjsoj gjithë, por patjetër që dihet se si funksionon Shqipëri, është diçka që dihet se është nevoja. Dhe në këtë prizëm kam zgjedhur që kem një punë time private, i pa lidhur as pak as me shtetin. Leonard, unë desha të them duke të njohur mirë ty edhe shumë njerëz edhe si ti, është një smundje që në fakt do të ishte vlerë, por sot është smundje e keqe. Domethënë, dinjiteti është vlerë. Sot në këtë kohë dhe në këto kushte në Shqipëri dinjiteti është smundje e keqe. Dhe kush e ka këtë smundje e ka të vështirë të gjenë hapësira, e ka të vështirë të gjenë dyrë apo dritare të hapur për të deportuar, sepse këta njerëz nuk i duhen gjanë këtij regjimi apo kësaj lloj kulture politike apo demokratike, po themin thërëza që është ndërtuar në Shqipëri, sepse këta njerëz janë plan prishës. Aty duhet të jesh një njeri që të përshtatesh mendimeve të tyre, do të jesh thjesht një papagall që më shumë të shprehesh atë që ata duan dhe jo atë që ti mendon. Ndërsa ne duam sot njerëz që mendojnë lirshëm edhe e shprehin mendimin e tyre, i drejtë apo i padrejtë, pastaj gjykohet mrapa. Po ne duhet të kemi të gjitha mendimet në tavolinë edhe pastaj të marrim më të mirën të mundshëm nëse kemi mundësi. Por duhet kemi diversitet mendimesh dhe sidomos nga njerëzit patriot që e duan Shqipërinë. Dëgjoj, unë i kam vlerësuar Dibranët edhe në radio, me thënë drejtën, këtë jashtë teme një pyetje që po ta bëj sepse kam edhe respekt për Dibranët. Gëzoj respekt sepse janë njerëz punëtor, njerëz të mençur, edhe njerëz patriot. Po pyetje, të gjitha krahinat nuk du që të sulmoj Dibrën unë tani, se të gjitha krahinat e kemi nga një kamelara e themi ne. Ore, si ndjehen Dibranët kur shikojnë Ulsimanjën me mënyrën se si reagon? A ka gen, a ka rranj, a ka atë në Dibranja e njëri, apo ka qa ka dojet, kush e di ku i ka dojet? Shiko Genc, do vi edhe tek përgjigja që e kësaj pyetjes konkrete, po në lidhje me atë që the pak më përpara që njerëzit janë kthy në kuptimin e asaj jo shumë të ndjeshëm edhe kanë humbur disa cilësi, do të thoja unë, që kanë ardhur bashkë me shekullin përgjithësi, jo vetëm Shqipëri, sepse dihet që po krijohet një kulturë populiste konsumatore, jo vetëm Shqipëri, por në gjithë botën. Ti që jeton në Londër e shef edhe atje vren që njerëzit zakonisht ushqehen me atë që duhet të kenë për konsum të përditshëm edhe për gjithçka që duhet të jetë i shpejt edhe i konsumueshëm dhe nuk është të mendojnë shumë gjatë në lidhje me atë se çfarë duhet ndodhë ose çfarë duhet bëjnë për të ndryshuar diçka. Pra janë thjesht janë përshtat gjithë atij habitatit të ndërtuar nga këto që ne i quajmë si thosh dora e fshehtë e botës,
që mundohet kontrollojnë gjithçka nëpërmjet edhe nëpërmjet ushqimeve, por edhe nëpërmjet mediave, nëpërmjet ekonomisë, nëpërmjet këtyre sipërmarrjeve globale etj me radhë që mundohet të unifikojnë ose të kthejnë në një linjë gjithë botën në gjumë dhe ato të kenë si thosh pjesën e tyre që të japin drejtim gjërave. Në raport me pjesën e Dibrës edhe pjesën e Ulsiut, Ulsiu është, unë nuk më pëlqen që të atakoj ose të sulmoj personalisht dikë apo në aspektin personal, por në aspektin e asaj që përfaqëson politikisht do të thoja, nuk është se ka një simpati shumë të madhe në qarkun e Dibrës. Kjo u duk sepse për shumë kohë qeveria ose si thosh kryeministri e largoi edhe si drejtues qarku për vite me radhë. E ka rikthy tashmë, nuk e di, janë punët e tyre, hesabet e tyre të brendshme, por kam përshtypjen që mbetet një personazh jo shumë i pëlqishëm. Jo, më ban përshtypje se Dibra karakterizohet nga njerëz mendje holl, edhe për te asaj negativitetit që ka, ndoshta ajo pozitiv, po ndoshta na duket ne tjerëve, ai nuk më duket edhe mendje holl, edhe them me vete si ka mundsi që Dibra e madhe me kaq njerëz me mendje të holl, pas ka gjetë Ulsiun për ta përfaqësuar madje edhe në rang shumë të lartë. Nëse e lam Ulsiun se nuk e blen të humbasim kohë. Politikat vinë në hapësirë vertikale, nga qendra në drejt nesh. Nuk është se në Shqipëri kemi një lloj sistemi ne që zgjidhet nga baza drejt kryesisë. Duke qenë se vjen nga kryesia, nga kryetarët në linjë të vertikale nga lart poshtë, ne nuk kemi mundësinë që t'i përzgjedhim këto njerëz në Shqipëri, në shumë platforma politike, jo vetëm Partinë Socialiste, por edhe në platforma të ndryshme politike që operojnë dhe veprojnë në Shqipëri, është fatkeqësisht ky fenomen shumë i dukshëm që kryetarët e partive nuk zgjedhin, pra ose edhe nëse bëjnë tip sondazhesh do thoja, nuk zgjedh asesi, as sondazhet, as rezultatet e sondazheve, por zgjedhin thjesht njerëzit e afër politik me të cilët mund të bëjnë shkëmbime të ndryshme, qoftë ekonomike, qoftë edhe përfitimet të ndryshme që pushteti sjell. Leonard, jeni një aktivist që ju ndjek, jo vetëm aktivist Facebooku, siç janë shumë, por jeni një aktivist aty ku duhet në terren. Ka filluar një protestë ka 30 ditë në Tiranë, që është shoqëruar me protesta të mëdha në shumë qytete të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një protestë e madhe, një protestë që po zgjat, një protestë pa një leadership, por që vazhdon. Se gjithë kjo qëndres, ku qeveria thotë se jemi vetëm një hap drejt BE-s. Se ka një kontradikt, domethënë midis sjelljes popullit dhe midis propagandës. Në radhë parë, protesta është ndër më të bukurat që ne kemi parë gjatë paktën unë nuk jam pra unë kam lindur rreth viteve 90, 88, përkatësisht dhe nuk është se i mbaj mend lëvizjet studentore të atyre viteve, por më sa shohim edhe që nëpërmjet televizioneve apo arkivave të ndryshme, për nga entuziazmi dhe për nga masiviteti popullor duhet theksuar, sepse në këtë protestë 30 ditore, në të cilën shumë pak ditë mund thuhet se kam munguar për ndonjë hall familjar apo ndonjë punë tjetër që mund të kem patur, më ka rënë sy që ka patur jashtëzakonisht masivitet popullor, patjetër që aty ka edhe grupacione të ndryshme ku dikush ndoshta mund mos bie dakord, është pikërisht ajo që shpreha që opozita përdori për zgjedhjet e fundit ku tha bashkim diversitet, po në bashkimin diversitet brenda opozitës ishte prap brenda një kuadri sepse ishin gjithë djathtë, kurse aty ka edhe element majt, ka të djathtë, ka njerëz që janë asnjanës, njerëz që nuk kanë votuar kurrë, ka njerëz që mund të kenë votuar edhe qeverinë, por nuk janë më të kënaqur tashmë. Dhe në këtë pikpamje, duke marrë parasysh gjithë këtë diversitetin e madh dhe bashkimin e tyre në një qëllim që kërkojnë pikërisht largimin e qeverisë, i bën, si të thuash, ndër protestat më të mirat
të këtyre viteve që unë kam patur mundësi të marr pjesë dhe të shikoj. Është një lëvizje që ndodhi si pasojë e pra, nëse do të marrim pretekstin momental, pretekstin de facto, nëse do ta konsiderosh. Preteksti de facto ishte marrja zvarr e protestuesve nga ato gardët apo ato rojet private, ndërsa nëse është, pra ky është preteksti de jure, ndjes që ta korrigjoj, ndërsa preteksti de facto është pakënaqësia e akumuluar në shumë vite e këtyre njerëzve të cilët kërkojnë të dëgjohet zëri. Pra, kemi shumë kritikues ndaj atyre që flasin. Jo, nuk flet bukur, jo po flet kështu, flet ashtu, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ata njerëz dalin dhe shprehin pakënaqësitë e tyre në format e tyre. Pra, ata njerëz janë pra nuk kanë studiuar për këtë punë, nuk është se kanë mbaruar shkolla, akademie që dalin edhe të jenë si thosh orator. Edhe orator, por nganjëherë ta përzinë edhe me manipulacion këtë oratorin, sepse këtu është problemi më i madh. Jo se nuk ka orator, por kur oratorët kthehen në manipulativ, pastaj aty nuk e dallojnë dot të mirën nga e keqja. Dhe në këtë kontekst, ata njerëz që dalin, protestojnë, flasin, që bashkohen për natë, në gjykimin tim gjithmonë, janë njerëz të respektuar, njerëz që kanë patur, u ka ardhur më të hundës nëse do të përdorim jargonin popullor, dhe për sa i përket pjesës tjetër të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, qeveria ka patur 13 vite kohë, dhe në këto 13 vite fatkeqësisht shumë nga projektet që ne kemi dashur, pra nga hapat që duhet plotësuar për këtë punë, nuk janë plotësuar në kohë ose janë shtyr. Kujtojmë që rasti i kancelimit apo i anullimit fondeve i parë që vinë për bujqësinë në çdo vend aspirant për Bashkimin Evropian, pra nuk është se na bëj vetëm neve. Ndërkohë që në Serbi u miratuan dhe fermerët serb patën përfitime të kësaj natyre, në Shqipëri nuk u kanceluan 2 herë. Dhe akoma sot, në momentin që flasim, ne jemi të anashkaluar nga fondet. Atëherë, meqense që nga kjo parajs e madhe, meqense që nga ky vrrull i madh drejt Bashkimit Evropian e tjerë me radhë, se Bashkimi Evropian na jep veto në format të forta, sepse kjo është një formë vetoje në aspektin e bujqësisë. Pra, tregon që këto fonde nuk janë përdorur ose janë keq përdoruar. Kemi ministra të akuzuar nga SPAK të thirrur në nënhetim, që akuzohen për abuzime të ndryshme. Pra, dhe këto janë fakte, nuk është. Pra, as nuk po aludojmë, as nuk po më fal se po të ndërpres Leonard, po me qenë se tha kemi ministra, kemi kryeministra, kemi zëvendës kryeministra, ai kemi njerë kryetar bashkish, kemi deputet, të gjithë njerëz të akuzuar. Të akuzuar tani kur SPAK-u kërkon të pres një flet arresti për Belina Ballukun, do thotë që ka disa fakte, sepse Belina Balluku duke qenë një zonjë. Ajo nuk është zonjë, por në kuptimin zonjë e fortë në politik, sa ajo zonjë nuk mund të jetë një hajdute, nuk mund të quhet edhe zonjë. Pra përderisa me gjithë forcën që ka pas ajo, me postin politik që ka pas ajo, me parat që ka pas në dispozicion ajo, edhe SPAK-u kërkon arrestimin e saj, por parlamenti nuk jep lejen për ta bërë. Ndërkohë këta qeveritarët, unë thash e prish fjalorin kërkej ndjes, por unë duhet ta prish sepse me këta njerëz duhet prish edhe fjalori, këta të pa fytyrë me në krye të tavlën të ballën, dalin e thonë, shajnë protestuesit, i akuzojnë, kjo është i lidhur me krimin, kjo është i lidhur me mafin, kjo është i lidhur me Iranin, kjo është i lidhur me Greqinë, kjo është i lidhur me Serbinë, edhe them me vetë si ka mundësi, si kanë fytyrë dalin to, në një kohë kur këto janë të përlyer për veti në të farë feje, si themi në dialekt, sa që ata si rregull nuk do dalin jashtë në terren me pa njerëzit, edhe akuzojnë. Pra, shife çfarë niveli propagande dhe niveli i ndyt
i luftës ndaj kundërshtarit. Kjo është e tmerrshme. Ndërsa për sa i përket Bashkimit Evropian që thonë shpeshherë jo me dy standarde, jo, Bashkimi Evropian ka një standard, edhe kur edhe ai paraqet standardet të një llojta për të gjitha vendet, prandaj edhe Shqipëria ka ngelur hap mrapa sepse nuk plotson standardet, por Rama ka arrit korruptoi disa elemente që thjesht i paguan disa herë, dalin duke lehur në konferenca shtypi duke mbështetur Ramën. Po faktikisht ajo nuk është vinja besoj e qëndrimit të Bashkimit Evropian, se Bashkimi Evropian i ka ide të qarta, Shqipëria ka një qeveri mafioze, prandaj nuk e fonde një qeveri hajdute, apo nuk është shumë. Tani ka një ndryshim të madh mes deklaratave dhe veprimeve. Unë preferoj edhe si natyrë të mos zgjedh deklaratat kur veprimet flasin krejt kundërtën. Pra veprimet janë këto që ne përmendëm. Ne shohim, atë po themi. Edhe fjalët janë krejt ndryshe. Pastaj fjalët janë në kuadër të asaj sepse thuhet nuk është se ato thjesht nuk duan destabilitet në Shqipëri, sepse u prishet punë, sepse duke qenë se jemi afër Europës edhe në aspektin gjeografik dhe një destabilitet i mundshëm në Shqipëri patjetër që do të reflektohej ose do të kapërcente edhe në pjesën tjetër të Europës, sidomos në Itali apo edhe vende të tjera që janë afër, dhe në këtë prizëm mendoj se këto janë arsyet kryesore që ato politikisht apo diplomatikisht paktën rezervohen ose shprehen me nota të buta në raport me lëvizjet sepse duhet dim diçka, nëse marrim të gjithë kronologjinë e Bashkimit Evropian apo sepse nuk ka patur Bashkimi Evropian vitet 90, por gjithë kronologjinë e liderëve të Europës do të thoja, që nga pas hapjes, pas rënies komunizmit në Shqipëri, ose fjalimet e tyre kanë qenë për herë të të njëjtës linjë, cili do qeveritar ka qenë. Edhe në momente kur ka patur për kriza të rëndësishme, kriza të mëdha politike në Shqipëri, fjalimet kanë qenë natyrës që bëjmë thirrje për paqe, bëjmë thirrje për qëndrueshmëri. Shqipëria mbetet aleat i Bashkimit Evropian, i vendeve perëndimore, ne kërkojmë. Pra kanë qenë të gjithë deklaratat kanë qenë pothuajse në një linjë dhe nuk ka patur kurrë përjashtim për një qeveri apo edhe kur ka qenë qeveria e djathtë, edhe kur ka qenë sërish e majta kur ka qenë Fatosano në ato vite. Pra përveç se në një rasti skandalit të madh, pra që është pasqyruar në formë demonstrative në gjithë Shqipërinë edhe në Bashkimin Evropian, përveç atyre rasteve, rastet tjera kanë qenë të natyrës së butë dhe ne nuk duhet të marrim të mirëqenia thjesht deklaratat. Ne të mirëqenia duhet marrim veprimet, çfarë po bëhet në këtë drejtim, çfarë Shqipëria po bën konkretisht dhe çfarë Bashkimi Evropian po jep ose po mbështet neve në aspektin konkret, sepse duhet dim diçka, i nderuar Genci, mendimi im gjithmonë ka qenë i natyrës që gomarin e nxjerr nga balta i Zotit. Dhe ne shpeshherë kur etiketojmë ose atakojmë thuhet Shqipëri e tjerë me radhë, ne harrojmë elementin që ne jemi të parët ata që mundohemi ti prishim ose të manipulojmë me lloj-lloj formash të natyrave të ndryshme. Dhe në këtë prizëm duhet që Shqipëria të marrë përsipër punët e saj. Punët e veta. Kështu mendoj. Sepse unë besoj se besimi tepru tek të huajt na kanë lënë mbrapa. Sepse ata me diplomacinë e tyre, ata e kanë liroshtër edhe t'japin kurajo, por edhe thonë rriurt, edhe atëherë nuk e dim çfarë do bëjmë. I ngjan një situate, i ngjan një situate, pra nëse ndodhemi në një ambient dhe dy fëmijë zihen njëri me tjetrin. Dhe ne si të rritur që nuk i njohim të dy fëmijët ose kemi afrimitet barabart kundrejt të dyve, ajo që na intereson ne si të rritur është thjesht i qetësojmë, thjesht të mos përshkallëzohet sherrri. Dhe pjesa tjetër se kush fitoi, si sfitoi, neve nuk na intereson. Ne i ndajmë secilin edhe i çojmë në punë vet, tek familjet e veta. Kjo është e njëjta logjikë edhe atyre të mëdhenjve kundrejt nesh. Pra ne jemi të vegjël, ne zihemi sa herë njëri me tjetrin dhe ata interesin më të madh e kanë thjesht mos ketë destabilitet. Thjesht ne mos zihemi në kuptimin e fjalës me gjëra të mëdha. Pjesa tjetër pastaj nuk është se ka shumë interes. Ajo që ka interes është nga vetë ne duhet ta ndryshojmë. Po pra se këtu ka një kontradikt të vogël ose ndoshta edhe të madhe nga ajo që ne çfarë duan ata dhe çfarë duam ne. Ata duan me na mbaj në qetësi,
përtej asaj se mënyrës kushteve edhe zhvillimit që kemi ne, ndërsa ne kërkojmë nuk duam qetësi, ne duam zhvillim, duam liri, duam demokraci, edhe kjo nganjëherë nuk vjen duke ne të qetë, po vjen duke kërkuar deri me forcë në raste kur shteti nuk është demokratik, por është autokratik. Është gjë normale, pra nëse ne si Shqipëri do të mendonim që çfarë mund të mendojmë ne për Spanjën për shembull, që në Spanjë duhet ndryshoj sistemi. Çfarë mund të mendojmë ne për Spanjën? Ne nuk mund të mendojmë asgjë gjë për Spanjën, sepse ato i dinë vetë punët e veta. Patjetër që Shqipëria është e kushtzuar, patjetër që nuk duhet ta anashkalohet fakti që Shqipëria është e kushtzuar në aspektin gjeopolitik të Shqipërisë. Për shembull, në luftën Rusi-Ukrainë, ne mbajmë krahun e Ukrainës, patjetër dhe në mënyrë të padiskutueshme, cilado qeveri tjetër në pushtet, duhet mbaj krahun e perëndimorëve, sepse ashtu jemi të pozicionuar në raport me gjeopolitikën dhe në këtë prizëm nuk ka asnjë dyshim, por se nuk i bëjmë ne, se nuk ndërtojmë rrugët në fshat, apo se ndërtojmë rrugët nga 3 herë, fillimisht bëjmë ndërtesat, pastaj mendohemi të bëjmë planifikimin e ujrave të zeza, e ku diun këto pastaj nuk na e ka fajin Europa. Themi prapë të protesta. Protesta, siç e tham edhe më herët, është një bashkim në diversitet dhe kjo është e bukur sepse kjo si rregull teorikisht nuk përjashton njëri, por praktikisht me thënë drejtën unë ndjej se aty ka njerëz të përjashtuar, për të cilën do të flasim i çik më vonë se kush ka ngel i përjashtuar. Tani kjo protesta në diversitet ndoshta është e mirë sepse akoma nuk ka arritur të nxjerrë një kokë, të nxjerrë një grup që e udhëheq protestën, ndoshta ka edhe nuk dalin, sepse ka një të mirë dhe ka një të keqe. E mira mund të jetë se duke qenë në diversitet ata nuk dinë ku të kapën që ta manipulojnë protestën, por nga ana tjetër besoj se ka një të keqe se protesta do ta ketë një kokë që i prin, do dalë një grup që ta drejtoj një agjendë, ta ndërtoj një agjendë edhe ta drejtoj një agjendë, sepse ne pa kokë ndoshta hesim me një ritëm të përditshëm në një nivel pa studiuar situatën, se unë mendoj për shkak se sot në protestën tek parlamenti situata një pyetje në fund si kundra pyetje, çfarë do ndryshonte nëse do kishte një kokë për shembull, e zem. Çfarë mund ndryshonte në këtë fazë? Po, të themun sipas vendimit tim, se siç po diskutojmë ne sot, në qoftë se ka një kokë, unë po them një kokë, një individ, po them një grupim për disa vetësh nga gjitha këto anët që janë aty politike, sepse për te asaj se protesta nuk është politike, protesta është politike, se po që politika atëherë ngelemi te pelikani, ngelemi te pelikani. Çdo veprim është politik. Po, se ajo nuk është protestë mjedisore, nuk ngelemi te pelikani sepse ne jemi në luftë për ekzistencë, dhe kur jemi në luftë për ekzistencë, duhet të jetë politike patjetër dhe të gjithë njerëzit aty janë politik, po me disa makinacione kanë arritur që disa anë politike keni çik të kenë zoma shumë, edhe disa që janë ndoshta më të fortë kanë zoma pak. Është kjo Leonard, nëse ka një grup drejtues. Për shembull sonte bëhet protesta edhe arrin një konkluzion. Domethënë diskutohet në fund të ditës që protesta sot pati sukses, por nuk arriti qëllimin e vet. Nesër çfarë do të bëjmë? Do të ecim me të njëjtën ritëm, do të ndryshojmë taktik sepse kjo luftë në thojë se nuk është luftë me armë, por është luftë politike, është luftë ideologjike, është luftë nervash. Kjo do të ketë një agjendë që dikush duhet ta luajë për të shkuar te fitore, se po nuk sulmove, nuk fiton, se autogolat nuk quhen gola në portën e kundërshtarit, pra nuk fiton. Prandaj them unë, sot për shembull ishte rasti për ta përshkallëzuar çik protestën, me qenë se ndodhi një incident te parlamenti që duhet ishte mbyllur sot, duhet mos funksiononte fare, duhet ishte mbyllur, po ata ndoshta për arsye se ishte herët dhe nuk patën forca protestuesit, në darkë duhet ishin çik më të ashpër si kundërpërgjigje e sjelljes së policisë gjatë ditës. Po them unë tani, nuk e di, ndoshta nuk jam i saktë. Aty ka, për shembull, ka familjar, ka edhe fëmijë të vegjël. Dhe në momentin që përshkallëzohet në aspektin për shkallëzimit fizik, atëherë edhe nga policia do të ketë kundërpërgjigje me gaz lotësielës e tjerë. Dhe kjo do të ishte shumë e dëmshme për organizator, për pjesëmarrësit në radhë parë. Por patjetër që edhe duke dalë aty vetëm me lule nuk mund të shkohet deri në fund. Ndërsa për sa i përket pjesës së kryesisë protestës apo kokës të protestës, ato vetëm se lexoj
domethënë kërkesat një person, aty nuk mbet gjë pa u thënë, pa u kryqëzu, pra nëse do të ndryshoshin vendin atij Britan Goxhe me për shembull me një politikan që kërkohet nga Spaku, siç edhe ti e the më përpara, nëse do të ndryshoshin vendin, nuk e di se çfarë mund të kishin bërë këto me se sa formash mund ta kishin sulmuar me ta. Aty po anatamohen, po anatemohen dhe po sulmohen vazhdimisht pothuajse të gjithë folësit. Të gjithë folësve po u gjen nga një kështu. Patjetër që kjo nuk do zgjas përjetësisht. Kjo do sfumohet sepse siç edhe sulmohet ka edhe kundërpërgjigje nga masa, sepse për sa kohë nuk po braktiset dhe po shtohen numrat e saj. Kjo tregon që nuk po përfillen sulmet boshe politike që vijnë nga drejtues të rëndësishëm të qeverisë kundrejt protestuesve. Por a do të shkonte kjo punë vazhdimisht pa asnjë kokë? Ne kemi dy raste të ngjashme ndërkombëtare që nuk janë as në Europë as në Amerikë, por i kemi këtu afër në Ballkan. Kemi rastin e Bullgarisë dhe rastin e Serbisë. Rasti i Bullgarisë, protestuesit e rrëzuan qeverinë shumë shpejt. Edhe mbaroi puna atje. Pra u bë diçka politike edhe e rrëzuan qeverinë. Në rastin e Serbisë, protestat për shkakun e shembjes të stacionit, të një stacion treni në Novi Sad ku mbetën disa të vrarë, u filluan pothuajse një vit e gjysmë përpara. Mirë, po atje pati një farë stabiliteti në qëndrueshmërie në protestat, cilët vazhduan pra me kohë pas kohe, pra vazhdonin 2 javë, pastaj shkëputeshin, pastaj vazhdonin prapë po me të njëjtin motivacion. Dhe atje ishte apolitike, sepse duhet dim që edhe në Serbi, ngjashëm si tek ne, opozita është në kushte shumë vështira. Pra atje Vučić e ka shkatruar si thosh opozitën dhe nuk është se popullata që derdhet në sheshet e Beogradit priste diçka nga opozita. Dhe të gjithë qëllimin që ata kishin ishte që të largohet ky dhe dikush tjetër. Unë për hir të vërtetës në disa programe që kam marrë pjesë gjatë kohës atyre protestave, kam mbrojtur fuqishëm krijimin e një alternative politike, sepse alternativa politike tek e fundit është pra, do heqim atë, por kush do vi, sepse në zgjidhjen e problemeve nuk mjafton thjesht identifikimi i problemit. Ne duhet pasi ta identifikojmë të japim edhe mundësinë se si problemi zgjidhet. Dhe duke qenë se atje nuk u krijua si pol i tretë politik, protestat zgjatën shumë gjatë. Dhe derisa para pak kohësh Vučić deklaroi se do të jap tërheqjen, por edhe atje shifet pak me pyetje sepse mund të kandidojë prapë për kryeministër, mund të ndryshojë sistemin nga presidencial në parlamentar etj. Dhe në këtë këndvështrim, edhe në rastin e Shqipërisë, kemi pra pse i thash këto dy shembuj për të gjetur një rrugdalje ose një rrugzgjidhje se cila i afrohet më shumë Shqipërisë. Në momentin që këtu do të krijohet një pol i tretë politik, shumë njerëz nga pjesëmarrësit në protest kanë përshtypjen se do largohen, sepse nuk do t'i pëlqejnë bindjet, dikujt nuk do t'i pëlqej personi, dikujt nuk do t'i pëlqej backgroundi, nga vjen, si s'vjen, dhe nuk mendoj se ajo protest do të ketë vrrullin ose të marrë, pastaj do të hynë në lojë dhe partitë e mëdha, me mekanizmat që ka patur për herë, duke identifikuar njerëzit, duke arritur t'i blenë dhe pra jehona e protestës, mendoj unë gjithmonë, në këtë fazë do të shuhet pak. Sepse në këtë moment çka ka? Pra nëse qeveria deri para këtyre protestave shëtiste dhe shiste mend në gjithë Europën, gjithë takimet me lider e tjerë me radhë që ne unë jam lider, tani është sfumuar leadershipi politik qeverisës shqiptare. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, pra nëse kryeministri do të shkojë të takojë Melonin apo njerëz të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, patjetër që do të jetë dhe them diskutimi protesta. Pse shqiptarët protestojnë? Pse nuk i jep një zgjidhje? Dhe domethënë, edhe sikur në biseda tavolinash që këto lloj bisedash të ngrihen, është sukses i bisedës. Shto këtu edhe faktin që shumë
deputet janë bashkuar konkretisht, duke marrë pjesë në Tiranë. Patjetër që secili vjen për qëllimet e tij, siç e tham fillim, dikush vjen për në aspektin e mbrojtjes së zonave, dikush vjen në aspektin e mbrojtjes pelikanëve, dikush vjen për flamingo, dikush vjen për gjithçka, por tek e fundit ai shesh po i mbledh njerëzit në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe kjo është goditje e madhe, është shumë e rëndësishme për establishmentin përgjithësi, jo vetëm për qeverinë, por edhe sepse edhe politika si fizika nuk lejon vakum. Pra nëse diçka krijohet hapësirë, pra ajo hapësirë duhet patjetër të mbushet. Nuk mund të rri kurr hapësirë në ajër. Pra njerëzit nuk mund të presin kur të vijë një ndryshim i natyrshëm, sepse jetojmë edhe në një botë më dinamike, pra ne nuk kemi durim të shohim 20 sekonda, pra studimet thonë që më shumë se 15 sekonda nuk kemi qejf të shohim video. Jemi largu nga një epokë kur shifshim film në kinema 2 orë, 1 orë etj. Kemi ardhur në një epokë shumë më të shpejtë, shumë digjitale dhe kësaj epoke duhet t'i përshtatet politikbërja etj me radhë. Dhe në momentin që nuk përshtatet, atëherë del jashtë loje. Për dikush tjetër do ta zëvendësoj këtë gjë. Unë mendoj që duke njohur shqiptarët se shqiptarët brenda një partie dhe nuk bëjnë një mo që të kryejnë një pol të tretë. Unë mendoj që harroje se mund të ketë një pol të tretë politik, por pak rëndësi ka poli tretë politik. Për mua është rëndësishme që si fillim janë 2 gjëra kryesore, të largohet Rama dhe të krijohet një qeveri teknike, edhe pastaj të ndërgjegjësohet populli në zgjedhjen e vet. Çfarë do të thotë? Në qoftë se krijohet hapësira pasaj për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku vota nuk blehet, njerëzit nuk intimidohen për votën e lirë, të maten mirë se ku ja napi votën. Jo kush ja kërkon votën, po sot në Shqipëri ne njohim të gjithë njerëzit edhe shqiptarët të ndërgjegjësohen se votë të pamerituar për asnjë, edhe nuk është se ti shiko për shembull në Shqipëri kush votohet ose kush është pjesë e parlamentit shqiptar. Në radhë të parë janë servilat, sepse ata servilat ngelen besimtar. Patkeqësisht pra, po ngelen besimtar të liderëve, edhe aty liderit kanë garancinë e vazhdimësisë se nuk i del njëri kundër, se në Britaninë e Madhe kryeministri u largu nga detyra jo nga presioni i jashtëm, por nga presioni i brendshëm i partisë vet. I thanë se me ty nuk ka fitore. Pra ndërsa në Shqipëri nuk ekziston ky lloj presioni, pra njerëzit duhet ndërgjegjësohen. Pra në Shqipëri ata njerëz servila biznesmen pjesa më e madhe, biznesmen sepse ata kanë forcë për të ble votat me para dhe partia ka nevojë për ata se edhe investojnë para, por edhe investojnë vota. Pra, të rrezojmë Ramën, qeveri teknike, edhe pastaj edhe nëse nuk krijohet poli tretë që nuk do të krijohet, mjafton që njerëzit ndryshim të gjitha, domethënë, ajo nuk e përmenda unë sepse nuk kam ekspert i fushës, edhe thash mos i përmend gjitha, po kur kërkohet ose krijohet qeveria teknike, gjithçka që vjen ndesh ose është pjesë e ndërtuar nga ky establishment që në mbrojtje të establishmentit duhet shkatërrohet, duhet fillojmë themelet për një Shqipëri të re. Tani Leonard, Shqipërinë e re ke cek diku në një status tonë që do ta diskutojmë më vonë. Kjo protestë filloi, po ngelimi prapë të protesta, kur në fakt, domethënë filloi në Zvërnec se tërhoqen dikë zvarr, në fakt do të fillonte edhe në Qëntheth. Do të fillonte që në Riol, do të fillonte që në Durrës, do të fillonte kudo, pra ka pas shkëndija ose ka pas raste të cilat e justifikojnë fillimin e një proteste, por filloi në Zvërnec, filloi edhe për investimet në Sazan. Domethënë që disa e kritikojnë pse nuk fillojnë Theth, pse nuk fillojnë Theth, nuk do të thotë se nuk do të fillojë tani më. Në Theth ishte një ato që e kritikojnë mund të shohin për Thethin, edhe ne ti pashoheshim. Po gur bëhet mur, pra një gur atje, u bë mur, edhe protestat tashmë ka filluar edhe madhështore. Një problem besoj që thonë edhe qyçi revolucioni pelikanit që përmund në kushtet e luftës për ekzistencën e Shqipërisë, Flamingos, në kushtet e luftës për ekzistencën e Shqipërisë, nuk besoj që mund të justifikohet ose mund të quhet si revolucioni Flamingo, sepse ne kur jemi në kushtet e luftës për ekzistencë, besoj se asnjëri nuk i bën mend se a ka bota Flamingo apo nuk ka. Gjithsesi, disa munduan ta quajnë sikur është një luftë kundër
jo Trumpit, po familjes Trumpit, sepse dhëndri i Trumpit bashkë me vajzën rastësisht nga një jahtë kishin pa një ishull i bukur dhe kishin vendosur të bëjnë investime. Investimi thonë që ishte 4 miliard dollar. Tani duke qenë edhe eksperti i turizmit, ky lloj investimi se këta i mëshojnë faktit se dëgjoj, hajduti kriminali e ka mendën tek parja, domethënë Delta Lon Balla dhe justifikimi thot 4 miliardshi, sepse ai ka mendën te lek, ndërsa ne nuk e kemi mend vetëm te lek, se në fundit un ha më mirë një herë në ditë edhe jam i lirë, edhe i pavarur se sa ha me lug. Këto 4 miliard kush i merrte sipas Taulantit? Si do të shkojë? Pra po them, ky investim sepse ata për ta vënë në pozita të vështira sikur po luftojmë Trumpin, ata duan që të na shfrynë një çik, por fakt jo Trumpi qoftë, po Zotin qiell në qoftë, nëse nuk ka transparencë në një pronë tonën, duke dhënë një domethënë që s'ka transparencë, pse se është e Trumpit dhe nuk do të flasim, ne do të flasim vetëm që është e pa fatit Saddam Hussein apo ku da diun një udhëheci tjetër Kim Jong-un, jo, çdo kush në këtë botë nuk e ka autoritetin që të marrë pronën shqiptare, ne nuk duhet t'ia japim dhe nuk do ta pranojmë që të marrë një pronë shqiptare. Tani e lidhim edhe me investimin, ma e lidh pak edhe me turizmin, sepse thonë kjo është kundër turizmit edhe një investim do sill dhe turizëm, ku ta diune. Procesa a dëmton turizmin apo nuk dëmton, edhe apo është një luftë e drejtë për drejtë ndaj Ivanka Trump edhe Jared Kushner, apo është një luftë e drejtë sepse po falen trojet shqiptare pa marrë lejen e shqiptarëve. Atëherë, për do ta lidh direkt me investitorët dhe me pjesën e investimit, vetëm bëj një parantezë në lidhje me dëmtimin apo mos dëmtimin e turizmit, ky projekt. Unë pak përpara se ky skandal plaste le të thoja, pak përpara protestave, kam bërë një shkrim, cilin e kam pakzuar me titullin a ka mundësi Shqipëria të ndërtojë mitin, a kemi ne mundësi që ndërtojmë mitin shqiptar? Pra ç'është miti shqiptar? Pra kemi gjithë vendet që ne aspirojmë ose mendojmë të afrohemi, sepse për t'i kalu nuk e dim pastaj i kalojmë dot, por të paktën të afrohemi në aspektin turistik, siç është Greqia, Italia, Kroacia, Turqia, Spanja, janë vende që kanë ndërtuar mitet e tyre turistike. Që do të dhe prandaj vizitohen, sepse kanë mitin e vet. Kur ne mendojmë për Italinë, ne mendojmë për historinë, për Romën, mendojmë për ushqimin e mrekullueshëm, mendojmë për kulturën, për muzikën, për plazhet e mrekullueshme etj me radhë, dhe kjo në kokën e gjithë secilit në botë, jo vetëm Shqipëri. Po fati jonë i mirë është që ne kemi afër gjeografikisht, por domethënë se në gjithë vendet që kam patur rastin të vizitoj, kur përmendet Italia, ka një farë stepje në aspektin pozitiv, sepse Italia ka ndërtuar mitin. Italia ka ndërtuar mitin e Ferrarit, mitin e Lamborghinit, do thush çfarë lidhje kanë me turizmin? Patjetër që kanë lidhje të tërthort, për drejt për tërthort, sepse dihet që ky vend është vend me stabilitet, është në G7 etj, gjithë këto komponentë përbëjnë atë që ne hymë tek pjesa e atraksionit turistik ose tërheqjes për, domethënë si thosh, zgjimit të interesit për të vizituar këto vende. E njëjta që ndodhet edhe me Greqinë. Ishujt grek, duhet dim që shumë vite në Hollywood, në vjenin time ka qenë një drejtori i Hollywoodit me origjinë greke, dhe shumë filma hollywoodian që kanë të bëjnë me turizmin e tjerë me radhë, janë orientuar në Greqi, filma rinor që për shembull 2-3, 3-3 takohen, kalojnë pot mira në Greqi e tjerë me radhë, dhe këto edhe Greqia në këtë prizëm ka ndërtuar mitin e vet. Turqia me Antalien gjithashtu, me sistemin all inclusive që ato ndërtuan, që kërkonin të jepnin një turizmit mesdatar, një pol tjetër. Egjipti gjithashtu, me piramidat e Egjiptit. Pra, nëse një njeri do të thotë, unë do shkoj në Egjipt për plazh, ai person, 90% e personave, nuk do të shkoj vetëm për plazh atje, do të shkoj për të parë, për të vizituar edhe piramidat. Për Egjiptin. Çfarë do të thotë? Po, për Aleksandrinë etj. Çfarë do të thotë? Që do të thotë se cili nga këto vendet ka ndërtuar mitin e tij turistik. Gjithashtu edhe ne si Shqipëri mendoj dhe gjykoj se ne duhet kontribuojmë fort për ndërtuar mitin shqiptar, të cilin duhet ulen në një tryezë
gjë të cilën unë nuk është se e shoh evidentueshme, thjesht dalin nga qarqet caktuara politikesh edhe shesin pallavra ndjes për shprehjen, që she, domethënë atraksion hyn 2 milion, hyn 5 milion, erdhën 10 milion, këto janë ndërkohë që shumica sidomos ato që vijnë nga vendet e Ballkanit, sidomos Malizia e Kosova, e përdorin si vend tranzit që vijnë nga vendet perëndimore, sepse aeroporti i Tiranës është kthyer në low cost, në aeroportin rajonal të fluturimeve low cost, lira. Pra i vjen në Tiranë dhe shkon shtëpi vet në Podgoricë. Vjen nga Londra, vjen nga Parisi edhe shkon shtëpi vet. Dhe ne këto i quajmë gjithë turistë sepse nuk ka as klasifikim, as përcaktim dogan që jep qartë shkakun e vizitës, sepse duhet të ketë një tip formulari aty që pse vjen në Shqipëri, vjen për biznes, vjen për turizëm, apo për punë të tjera të ndryshme, apo për vetëm për transport si tranzitar. Kjo është them vete. Ne i klasifikojmë gjithë turist, kush hy, kush del, sa herë hym, sa herë dalim në Shqipëri, jemi turist. Patjetër që, në aspektin e promovimit të Shqipërisë, është gjë e mirë, por është fake, është informacion fake. Është gjë e mirë kur ti thush, për shembull, nëse bëhet në një gazetë ndërkombëtare titulli që 15 milion, 12 milion turistë kanë vizituar Shqipërinë, ngjall pak interes. Por çfarë ndodh më pas, sepse nuk është thjesht informacioni, pra, nuk është thjesht ajo që kanë ardhur. Dhe më pas duhet ndodh ajo që ne duhet jemi të përgatitur për këtë punë. Si duhet jemi të përgatitur? Nëpërmjet infrastrukturës, nëpërmjet shërbimeve, ne boshatiset, po përjetojmë dramën më të madhe ndër dramat më të mëdha të shqiptarëve, që është hemoragjia e trinjve, që po largohen gjithë trinjt nga vendi. Dhe këtë paralelisht pastaj marrim edhe punonjës nga vende ndryshme. Nuk jemi kundër emigracionit, por emigracioni ka një kufi. Nëse në Itali do të shkojnë 1 milion shqiptar, nuk prishin demografinë e 60 milion italianëve. Por nëse në Shqipëri do të vinë 1 milion tuaj, edhe 800.000 që kemi, edhe 1.800.000 që kemi ngel ne, atëherë hajde si ta bëjmë këtë gjë, pra. Me falë se po ndërpres, pastaj vjen një turist, po marrim shembull nga Anglia, meqenëse jetojnë në Angli dhe shkon në Shqipëri. Modelin e ndërtesës stil amerikan. Ushqimin brazilian. Ushqimin brazilian ose me perimin Maqedona, sa ku ta diun nga shtetet tjera, bukën serbe, kamarerin nga Bangladeshi, atëherë ti çatrota ju isha ku vetëm fizikisht je në Shqipëri. Po pra, në Shqipëri, pastaj ka edhe një diçka, se unë kam punuar në turizëm edhe nuk jam ekspert, por e di diçka se shqiptarët nuk e kuptojnë. Të ndërtojsh një reklam falso, mund të gënjesh një herë dhe mund të sjellësh njerëzit. Por suksesi Leonard, besoj jo i turizmit, po çdo lloj biznesi është vazhdimësia. Nëse do të arrin të kesh vazhdimësi. Dhe vazhdimësia nuk arrihet duke gënjur, duke thënë erdhën 15 milion, 20 milion në Shqipëri, në një kohë kur nuk kanë shku, se unë vi 4 herë edhe quhem 4 turista, në fakt jam një person që vi, edhe nuk vjen asnjë gjë, nuk e identifikohesh edhe pastaj ti vjen sot nuk vjen nesër. Po nëse të vjen sot dhe nuk vjen nesër ti ke dështu. Patjetër. Ai të kthehet në bumerang, sepse ti do rrisësh pritshmëritë, do rrisësh investimet mbas pritshmërive, ato investime do bëhen me kreditime, nuk do lash dot kredit, edhe do krijohet kolaps ekonomik. Është baza e ekonomisë. Pra nëse investon më shumë se pritshmëritë të zhgënjejnë, atëherë kolapsohesh. Dhe kjo është për sa i përket atraksion. Pra ne jemi të zotët që ne të ndërtojmë mitin shqiptar. Miti shqiptar është sa e vështirë për të ndërtuar, aq e lehtë. E lehtë është sepse kemi element identifikues nëpërmjet cilëve ne mburremi sot, kafshi gjithë botës. Po jo vetëm Leonard, për jashtë lehtë, sepse po ndërton vetveten. Autenticiteti e tjerë. Por në aspektin tjetër, e kemi të vështirë sepse nuk ka plane, nuk ka vullnet për të bërë një plan konkret. Pra, pa i bë rrugën, pa i bë ato tjera, ti nuk mund të pretendosh se do bësh turizëm. Ndërsa nëse kthehemi tek rasti konkret i ishullit Sazanit, unë jam i djathtë në mendime dhe në mënyrën se si e shoh botën. Pra unë e shoh që shoqëria zhvillohet nëpërmjet individit. Duke fuqizuar individin, ti fuqizosh shoqërinë. Jo në të kundërt siç e ka e Majta që të kemi mjaftot kemi shtetin rregull ne dhe kush hyj aty është një lloj, janë gjithë një lloj ato. Dhe në këtë prizëm, patjetër që jam pro investimeve, në parim. Por në momentin që këto investime nuk bëhen publike, nuk bëhen transparente,
Sa i kushtonte për shembull qeverisë që të hapte një tender ose një ankam para 2 vitesh ose para 1 viti, bashkë me planin, sepse ato një herë thon ka plan, një herë thon s'ka plan, një herë thon do ndërtojmë, një herë thon s'do ndërtojmë. Pastaj në momentin që plas protesta, SPAK ndërmerr disa operacione, një herë konfisko para, një herë i shblloko konfiskimin. Pra gjithë këto lëvizje, gjithë ky enturazh i lëvizjeve janë një pikpyetje e madhe për procesin mbarvajtjen e këtij investimi të madh. Derisa shkoi deri në pikën sa edhe Jarrett Kushner bëri një deklaratë para ca ditësh që tha unë nuk jam i përfshirë sepse ai s'ka firmos në asnjë letër në kuptimin e fjalës që që jem apo pra në aspektin. Domethënë ishte një reklam për të mashtruar opinionin publik, për të thënë shqiptarëve se është pjesë lidhje me Trumpin edhe ne duhet të rrim urt. Tani gjithë kjo tymnaj, gjithë kjo pse dikush shkon rrethon me gjemba, pastaj del që prona e këtij është e atij, po është mënyra përfitimit, forma e përfitimit, njëri e ka përfituar tamam, tjetri e ka përfituar në mënyrë jo korrekte, etj. Pra, në fillim duhet të japësh zgjidhje, pra në fillim duhet të ndërtojmë kanalizimet, infrastrukturën e nën rrugore, si thosh. Pastaj do shtrojmë asfaltin. Këto ndërtojnë, këto japin drejtim, pra sjellin trenin pa ndërtuar shinat. Sjellin trenin dhe thonë që okay, tani këtu do jetë treni dhe hajde qumshin krap. Ne mirë që ashtu. Ky është pikërisht problemi i madh i këtij investimit. Plus asaj pastaj është Narta dhe Zëvërneci janë zona të mbrojtura. Pse pikërisht atje ka Shqipëria po vend të bukur, mund të zgjidhet edhe një vend tjetër. Pse jo? Po dëgjoj, se po të ndërpres për shembull, dëgjoj, nëse për shembull Sazani është një pikë strategjike, edhe nuk ai mund të përdoret për shembull nesër vjen NATO-ja dhe përfundet e saj do me hyn NATO aty, ajo është diçka ndryshe. Po ne nuk mundemi zotni të japim Sazanin, që është pikë strategjike, edhe nuk mund të japim dikujt që doli që nuk ishin këno, po gjërat gushtën me të shoqën, po ishin për shembull sa biznesmen nga Siria, pra se ti po themi ne po fut djallin e mallku, më falni për shprehjen në një jargon popullor, po fut djallin e mallku brenda vetës. Ç'na duhet ne pastaj që nesër mas nesër ta çajm këtë punë. Prandaj që nuk është problemi edhe transparent ose jo transparent. Ishu disa zonë sepse janë disa zona që nuk shiten për lek. Sa një lloj që më thënë tjetri, ma jep veshkën mu, se unë po t'jap lek. Jo zotin, veshkën e kam për veti, se pa veshkë nuk funksionoj dot unë. Pra ne do të kemi disa pika se ne ekonomia është ekonomi, po ne nuk do të shesim integritetin në parim. Po, patjetër, dakord. Nuk do të shesim vetëm në parim. Po jo, shumë saktë thatë. Shumë dakord, edhe me këtë që thotë. Pastaj përveç kësaj, vim ke pjesa e investimit, që thon 4 miliardë euro. Dakord, që ne të përfitojmë nga ky 4 miliardë euro. Ka disa etapa. E para është kjo. Ujin e pishëm atje o zotri, kush do ta çojë? Do ta çojë qeveria shqiptare. Pra, me buxhetin tonë. Apo ku diun, apo investimet bazike që lidhen me të. Do ta kështu të paktën është paraqit media, që të jem transparent. Po citoj se ç'a po thuhet. 4 miliardë që investimit, aty do të ndërtohet me beton, me hekur, me ku diun. Ç'a prodhojmë ne si Shqipëri nga këto element që ne do përfitojmë. Aty gjithçka do bëhet me import, me gjëra importi. Vim tek faza tjetër. Faza e punësimeve. Kush do punësohet atje? Nga sa biznese, domethënë që kanë marrë pjesë, ne nuk kemi ligj akoma që përcakton, që për mendimin tim duhet vehet sa më shpejt një ligj që përcakton investitorin e huaj që detyron investitorin e huaj që 80% ose 90% punëtorëve të marrin nga vendasit. Po, nga vendasit. Mund marrin një teknik, për shembull, po ja fuskot teknik avioni që rregullon avion që ne po them nuk e kemi. Po ti nuk mund të marrësh rojet e ku diun ti marrësh gjithë shërbys, kamarier, kuzhinier, këto ato gjithë stafin nga jashtë. Po, pra me pak fjalë ne s'përfitojmë as në krah pune, materialet i blen ai tjetër i blen jashtë, edhe në fund duke qenë se duke pas parasysh Leonard. Dhe diçka që ta përmbledh, vim edhe tek e fundit, tek pjesa që do konsumohet aty, tek bujqësia. Me çfarë bujqësie kemi ne?
që ne mund të kontribuojmë për shembull tek domatet, sepse doli një kryetar bashkie atje poshtë që e shifshin edhe këto e shifshin çuditshëm, që tha do ham 12 milion, i thon 12 milion domate, 12 milion se çfarë thoshte ai. Domethënë njëri po. Ti sot bujqësinë shqiptare ta dominon tregu i importit. I huaj, po. Tregu i importit. Pse? Ka disa shkaqe, nuk subvencionon, nuk i kërkon llogari, edhe ato pak tregtar që mundohen prodhojnë diçka, edhe ato përdorin ilaçe jo në masën e caktuar, etj. Dhe ajo do ta del, nuk ta merr tjetër kush, sepse nuk ka asnjë kam dëgjuar, nuk e di, nuk kam qenë në Norvegji, por kam dëgjuar që diku në fshatrat atje të Norvegjisë, shteti ja merr fshatarin qumshtit me 11 euro dhe vjen e shet në market me 1 euro. Pra 10 euro ja jep subvencion fshatarit me qëllimin që fshatarit mos largohet nga ajo punë. Nga tregu, nga puna. Në Shqipëri çfarë tregu ke, çfarë subvencionesh ke, domethënë në kuptimin e fjalës që mund të thosh që atë rezortin e madh që do bëhet atje, do ta furnizojmë me domate lushnje. E imagjino atë, unë se imagjinoj. Për momentin që ne flasim, nuk e imagjinoj. Se çfarë mund ndodh pastaj është punë tjetër. Pra, në asnjë pjesë të investimit që këtu patjetër që ca thërrime do ngelin, nuk po them do ngelin ca thërrime, po po them në përfitimin e këtij 4 miliardë që përshkruhet etj, ne nuk i plotësojmë kushtet për të qenë pjesë e përfitimit. Edhe siç ka treguar historia, edhe në taksa ndatime, këtë kompanitë e huaja të fuqishme spagojnë as i lek në Shqipëri. Ja. Kjo pastaj është katastrofë tjetër në vete. Po, pra do më thënë që nuk jemi kundër investimeve, por jemi se shiko, Leonard, tani unë nuk po baj si strateg turizmi, po situata në Shqipëri vjen, siç thash, unë shikoj për shembull e një ditë parë në televizor njërin s'pja za emrin, po që nuk e di a kishte shkel ndonjëherë në tokë buke, që po diskutonte për bujqësinë, apo do një djalë i ri, pa lidhje me bujqësinë. Pastaj edhe në departamentet e ndryshme në partitë politike, në departamentin e bujqësisë apo të turizmit, janë njerëz që nuk kanë lidhje me fushën dhe ata nuk dinë. Ato janë aty thjesht patronazhista. Në të dyja krahët, po them patronazhista në qym këto të rilinjes, po patronazhista po i marrim edhe nga krahu i opozitës. Investim strategjik, orë zoti, Leonard Seferi ka lek boll. Ti ta marrun si shqiptar, kjo është amerikan, si ta marrun. I them Leonardit, Leonard, po më investon librar të mbadhe i rrugë, po jo aty ku është i lehtë investimi. Se aty mund të investojmë edhe vetë shqiptar. Ti pra mundo në pika që duan investitorë të mëdhenj që nuk investon asnjëri, aty mundo me fut atje që të bani rrugë, të bani resort, domethënë krijon aty ku jeta në Shqipëri nga shpopullimi po shuhet, aty për shembull na intereson. Po jo në Bregdet janë vetë në gjenë shqiptarë të investojnë, sepse kanë para. Thjesht ata duan që ti tregoj se është e hapur për investim. Anë kande, apo ku ta di une, thjesht një garë ndershme. Një garë ndershme. Nuk kemi nevojë me këta njerëzve atë më të mirën, duke pas mundësi me maj për veti. Atë që se duam ne, me qenë se bota ka kënaqësi dhe për me investuar në Shqipëri, le të investojnë në librazh, le të investojnë në skapar, le të investojnë në Mirdit, le të investojnë në Dibër. Këtë lloj investimesh të bëjnë edhe rrugën edhe të krijojnë mundësi jetese, po jo që të vinë ata e të na hanë. Ne problemi aftësia jona që tam ne ata në kuptimin e kësaj, jo të na përdorin, po deri diku ti përdorin. Interesi përbashkët, tjetë interesi përbashkët. Jo me humbje. Domethënë ne vetëm me humbje në këto lloj gjëra që këto paraqisin, ne nuk i kemi asgjë. Kjo është keni shtet të ndërtuar nga njerëz që nuk shohin interesin e vendit, mjafton të shohin interesin e vet. Leonard, ka edhe diçka tjetër për ta plotësuar. Që kur flasim turizmi e tjerë, turizmi është një disiplinë, një nga 10 apo 100 disiplina që ka shtetbërja, shteti. Pra, turizmi ndërturet shumë bukur ose nuk ekziston nëse nuk ke rrugë, nëse nuk ke bujqësi, nëse nuk ke krah pune, nëse nuk ke seriozitet, nëse nuk ke siguri shtetërore, nëse janë disa elementë
Të gjithë këto komponente duhet bashkohen, bëhen bashkë, që turizmi të jetë të eci, si thosh, në edhe sikur qeveria të ndrojë nesër, edhe të mos varet nga lidhjet me qeverinë, po të varet nga sistemi, sepse perëndimi në ndryshim me ne ka ndërtu sisteme, ndërse ne kemi ndërtu thjesht lider, edhe asnjë gjë më shumë, edhe gjithçka, edhe gjatë kohës tërmetit, nëse të kujtohet, i nderuar mik, në çdo pallat që ishte prish, shkonte kryeministri. Po s'ka punë kryeministri shkon në çdo pallat që është prish. Po pra. Pse shkon? Pra unë jam këtu edhe unë do ju mbështet. Çfarë do të thotë unë jam këtu mbështet? Si me çfarë do të bëj? Do ngresh tullat, do mbash pallatin Mosbjeri. Çfarë do bësh? Puna kryeministrit ishte të kishte 100, të kishte 100 për më kërkuar për kufoma. Kishte erdhën nga Kosova, ekipet e shpëtimit. Atë pra po them po. Puna kryeministrit është të ketë një helikopter zjarfikës, nuk është problemi me bë llafe pastaj që masira zjarri, po këta kur s'bajnë asgjë, kur nuk bajnë asgjë këto diku duhen të duken. Kur nuk bajnë asgjë, duhen të duken. Jo, s'është çështja e dukme, pra ne duhet ndërtojmë sistemin. Ne jemi kundër mungesës së sistemit. Nuk jemi kundër kërkujt, ne jemi kundër mungesës së sistemit. Dhe për sa kohë këto njerëz që qeverisin nuk e kanë ndërtuar këtë sistem, atëherë automatikisht ne duhet i ndrojmë. Po sistemi është në kundërshtim me mënyrën se si ata funksionojnë. Pra ata kasile nuk e ndërtojnë sistemin sepse sistemi Leonard i nxjerrë si kronë, ta kupton? Edhe ata nuk ju intereson, prandaj që kur ke Elin Time që se tha, ke Elin në vitin 1988, 2 vjeç kesën mërën e demokratisë, por aty shef një ditë fytyra, gjatë gjithë kohës, edhe të njëjtën mënyrë politik bërje. Domethënë bile po shkojnë gjërat akoma dhe ma keq, nuk ka asnjë lloj për edhe për sa i përket turizmit që thati, sepse unë kam jetuar me turizmin, kam jetuar në vend turistik, në vend në Greqi që e njohin turizmin shumë mirë. Në një moment i tha, shqiptarët nuk po shohin videot madje për se 15 sekonda, 20 sekonda nuk i shohin. Imagjinoje për shembull unë si anglez bie fjala, du marr për pushime në Vlorë, në Dhërmi, edhe duhet vim në Tiranë. Nga Tirana me shku në Vlorë bën 3 orë të paktën. Pra, kush ka mundësi me hub, ti një ditë e ke humbur me shku rrugë, një ditë e ke humbur me ardh, me u kthy, edhe pastaj nga 7 ditë ngelen 5 ditë. Në një kohë kur vendet turistike të botës nuk ke më tepër se një gjysmë një orë rrugë me transport publik. Po ndërtohet aeroporti në Vlorë, për hir të vërtetës, sepse unë jam me mendimin që edhe ato të mirat që bëhen duhet i themi, edhe gjërat negative duhet i themi. Po ndërtohet aeroporti në Vlorë, por edhe aty ka ngec problemi, pra Pacolli ka çuar në gjyq palën e ortakëve tjetër. Ortaku tjetër thotë është e imja. Kjo është edhe aty nuk po konkretizohet, sepse duhet përshpejtohet, duhet kishte mbaru, sepse me ndërtimin e atij aeroporti vërtet që do të ketë një frymëmarrje më të madhe. Tjetër që do të ketë, por nuk po bëhet. Pa ngjelet gjithmonë ato pjesën që ne do hyjmë në Evropë, por do hyjmë kismet. Leonard, ndërtohen prioritetet, pra ne ka strategji, pra ne ka agjend, pra ne ka njerëz që dinë si funksionon. Pra, të thash edhe një herë, janë njerëz që nuk dinë çfarë është turizmi, edhe merren të ndërtojnë turizmin, sepse ti e din edhe unë e di që të ndërtosh turizmin nuk ka thjesht të ndërtosh një hotel, po duhet të ndërtosh edhe infrastrukturën nga aeroporti deri te hoteli. Patjetër, nuk është plasë tulla. Po, pra ai tjetri duhet kesh transport publik të vazhdueshëm që njerëzit mos shkojnë vetëm me taksi, sepse nëse ai tjetri nga Londra për fjala hyp avionin dhe vjen me 40 pound në Tiranë, nuk ka se si vazhdon e lëviz gjithë ditën me taksi me 40 pound. Ai ka bën bilet avionit. Absolutisht dakord. Pra ne them që duhen njerëz që ta njohin fushën, që ta bëjnë fushën që të zhvillohet. Kalem prap në protesta për me dalë diku tjetër. Në protest ka shumë njerëz dhe këtë herë ka shumë rini, i nderuar Leonard. Është në gjendje rinia të udhëheq këtë herë. Në fakt ka disa të ri që për hir të qenit të rinj duket sikur pretendojnë që gjithçka jo duhet ta marrin ata duke fituar, por për hir të rinisë duhet t'ju adhurojmë ne atyne. Por në fakt ka shumë nga ata që nuk ju ka thënë kush akoma puna e marë. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur kjo. Atë vjedhur pak edhe nga statusi juaj në Facebook. Tani ne
fatkeqësisht një shqetësim të madh që e kam Leonard, ndjekur. para të filloj, pse ka pak ta, pse ka, më fal se po të ndërpres. Sepse u nisa me thënë drejtën nga zgjedhjet për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Tha 40% ri, 30% gra. Ore, 40% ri, po 30% gra. O, a janë këto që ata që duhen apo a kupton, pra ti ke 40% të ri, po nëse si ka thënë kush, asnjëri nga ato puna amor, çfarë pret nga ata ti? Ke 40% që pret apo pret ku kapesh ti? Tani kjo është një temë shumë e gjerë edhe komplekse. Aspekti i të res, të rinjve, të rejave, qa aspirohet, Shqipëria e re, të bëjmë një Shqipëri të re, qa nënkuptohet, qa nënkuptojnë ato që nxjerrin këtë parull, qa duhet nënkuptohet, qa nënkuptoj unë, qa kuptoj tjetri, gjithë kjo të re. E reja është në vetë është pak më energjike se e vjetra, patjetër është pak më pa përvojë. Automatikisht, domethënë, kërkon një farë orientimi ose është shumë e rrallë që të jetë edhe i ri, edhe i përgatitur, edhe me vlera. To janë pak të raste të veçanta, sepse është në natyrën e triut, është i furishëm i riu, është euforik. Këtë të ren e kam përdor shumë në Shqipëri. Unë kam bërë edhe një status në lidhje me këtë. U tha atëherë në fillim njeriu i ri socialist, mbasi komunizmi erdhi në pushtet. Qa ishte njeriu i ri socialist? Njeriu i ri socialist ishte të humbim gjithë, t'i bim me shkelëm gjithë vlerave që të nxjerrim babën jashtë. Po, sa i vjetër. T'i bim gjithë dhe qa kishim ndërtu deri në atëherë, që mira po keq, domethënë ne duhet t'i seleksionoshim disa të mira. I kishim, nuk është se i kishim gjithë këqija, edhe ky njeriu i ri socialist do na zgjidhte. E çfarë prodhoi ky njeriu i ri socialist? Prodhoi deputet, përfaqësues në kuvendin popullor, në presidium atëherë, një heroj dhe heroinat punës socialiste, që punonin nga 12 orë në kazëm, edhe ky meritonte, meqense punon 12 orë në pat, ky meritonte të ishte zëri jon në parlament, që faktikisht nuk ishte zëri jon, por thjesht ngrete kartonin mbas të asaj që kjo ishte ajo që pastaj më vonë ndërtuan Kinostudio Shqipëria e Re. Kinostudio Shqipëria e Re ishte, domethënë, në aspektin profesional, artistik, unë nuk kam fjalë të them për të, sepse vërtet kishte aktorë shumë të përgatitur. Na mësoi edhe ca gjëra, pra nuk është se ishte totalisht, si të thush, negative, por Kinostudio Shqipëria e Re kishte problemin tek filozofia, tek mendimi, sepse bëri me dhjetra filma antinazist, antifashist, etj, dhe nuk guxoi të bëte një film për lëvizjet shqiptare në treva, që në vitet 80 kanë qenë shumë bujshme. Lëvizjet studentore në treva. Edhe thuhet, nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, që edhe filmin e Ismail Qemalit një pjesë është, pra nëntori i dytë, një pjesë kur Isa Boletini përballej me forcat serbe gjatë rrugës së vite. Një pjesë është pre, edhe thjesht vjen kur vjen Vlorë. Isa Boletini. Pra, edhe kjo ishte propagandë pastër. Patjetër. Edhe çando, pastaj erdhëm, kalojmë në demokraci. Demokraci thanë tani gjithë to veprat që janë ndërtuar në komunizëm ti prishim se ne do të bëjmë treja. Tani si i prishti gjithë ato vepra? Tek e fundit, edhe pse në formë skllavrore, se të japin 10 lekë, 15 lekë, 20 lekë dita. Punosh gjithë ditën, ishte skllavëri e gjallë. Edhe pse në formë nuk ishte faj sistemi i ndërtesës. Edhe pse në formë skllavrore, ato e ndërtuan njerëzit tanë, krahët domethënë një pjesë edhe të burgosimit politik kanë marrë pjesë në ndërtimin e veprave të ndryshme. Tani pse vjeti edhe thu do t'i prishim, do t'i bëjmë, do t'i kthejmë, edhe ne do ta bëjmë 3, edhe pastaj ç'a ndodhi, asgjë nuk u bëre. Manipulim. Edhe ato që ishin jo metalurgjiku e këto që ishin vepra u privatizuan, u dhan atë se këto të modernizojnë edhe sot punojnë me mjetet e komunizmit në për këto vepra nga privati. Le që nuk i modernizojnë, por hoqin nga puna edhe ato hallexhile shkret që ishin aty. Po tani edhe këtu ashtu pastaj u manipulu me tren. E reja pastaj edhe ish lideri Lul Basha kishte një kështu Shqipëria e re këtej. Pastaj kryeministri erdhi, fillimi i ri, mba mend ato sloganet e fillimit, Fillimi i ri. Pra, me tren, me ato që kanë thënë të ta bëjmë diçka tre, vetëm e kanë përdor edhe
abuzu me këtë. A merito Shqipëria që të ketë një Shqipëri 3? Patjetër që merito. Po çfarë Shqipëri 3? Çfarë do të thotë? Shqipëri 3 me njerëz guximshëm, me trinj, edhe të vjetër që nuk kanë qenë për lyer, që sepse ka shumë njerëz që kanë mbetur në hije prej këtyre politikave por që janë shumë profesionistë mirë, profesionistë shkëlqyer. Dhe ne nuk mund të themi të gjithëve tani hikni ju se do vim ne 3. Kush je ti riu? Çfarë punë ke bërë ti riu? Ça pra, edhe si thosh edhe filozofia e vazhdimësisë jetës është kundër kësaj, sepse edhe filozofia nuk e fshin, edhe ato që vdesin që ua merr shpirtin Zotit, nganjëri përzi merr 3, nganjëri merr të vjetrit. Pra, ne nuk mund të dalim jashtë si thosh gjenetikës. Pse akuzojmë ne për shembull të majtën progresiste botërore, se po lëviz me kodet e gjenetikës, po prodhojnë, ku diun se çfarë prodhojnë ato, domethënë. Ne akuzojmë për këto gjëra dhe ne nuk mund të lëvizim me gjenetikën tonë, se kjo është të lush me gjenetikën, është kërcënuese. Por meriton Shqipëria një fillim të ri, një Shqipëri 3 në aspektin e heqjes korrupsionit, në aspektin e vendosjes së pikjatave se si do ta bëjmë këtë komb, sepse nuk po flas vetëm për shtetin. Këtu duhet ndërtohen themelet e kombit nga të parë. Patjetër që duhet bërë, po si këto bëhen duke fuqizuar shtyllat cilat e mbajnë shtetin, duke fuqizuar drejtësinë, duke fuqizuar si të thosh këtë shëndetësinë, arsimin, edhe ushtrinë. Këto janë themelet e një shteti në gjykimin tim. Patjetër që ne jemi pro pronës lirë, pro gjithçka e lirë. Mirë, po shteti ka edhe sektor strategjik, jo investitor strategjik, që mos ngatrohet. Ka sektor strategjik. Sektor strategjik për shtetin është arsimi, sektor strategjik për shtetin është shëndetësia. Ka vendet nordike janë shembuj që ne duhet të marrim më shumë, sepse ato na ngjajnë më shumë për në aspektin edhe të popullsisë, numrit popullsisë ulët. Ato shumë gjëra i kanë private, por shumë gjëra edhe subvencionohen, i kontrollon shteti, sepse ti do të vesh pikjatat për 100 vite, si ka thënë Sami Frashi. Nëse mendon për një vit mbill nisër e grur, për 10 vjet mbill drur, për 100 vjet mbill arsim dhe kulturë. Mbill arsim. Dhe ne duhet mendojmë pikrisht për 100 vjet, sepse në momentin që ne mendojmë si sot për nesër, atëherë edhe kjo punë që edhe këtu kemi shpëtuar rastësisht i bie, domethënë. E kjo ka të bëjë me pjesën e asaj se çfarë duhet të jetë. Ndërsa për sa i përket pyetjes tënde konkrete, këto trinj që su ka thonë kush punë e marr. Po fatkeqësisht lulzojnë. Në duhet të bëhen deputet, duhet të bëhen deputet, se dalin e mojnë një fjalim, edhe duhet të bëhen deputet. Fjalit bukra, po. Tani ne këto i kemi ke trëndafili, nëse të kujtohet petalet e trëndafilit socialist. Është ideali që i donin damart e fytit duke bërtit që ne. I shkreti, falë për i dhe mi shkretë, nërta nuk ka një shkret, po kishte, nuk e di ku ka shku në një takim ndërkombëtar, kishte bo një 2 fotografi me një 2 vetë dhe kishte dalë a thu që ky tani ka marrë në dorë levën e Arkimedit dhe po shundon botë. Në shkun për të mbështet protestus në Shkup. Jo, kishte shku, nuk e di, edhe një vend tjetër një takim ndërkombëtar, nuk e di për çfarë, edhe kishte dalë me një nga Çipro, domethënë edhe i duke i vetë se kur tani thash ky ka levën e Arkimedit. Ai djali i ri për shembull, me gjithë respektin, në aspektin e qenies njerëzore, sepse është një njeri i gjallë, ka krijuar Zoti edhe atë. Ai njeri nuk mund të përfaqësojë asnjë gjë në aspektin shtetëror. Ai s'di çka ka punu, s'di ku është, s'di çka nuk pra thjesht ka diçka tjetër humoristike, faktikisht nuk është humoristike, po kthejnë humor se është për ça, për të vënë dur të kokë se më shkullë edhe flok. Kishte dalë edhe Sara Amile nga Parlamenti Evropian bosh, dhe kishte bënë fotografi dhe po flisë sikur tashti Parlamenti Evropian ka pjesë edhe Sara Amilen, edhe Parlamenti Evropian tani do të funksionojë ndryshe nga Sara Amile që ka dalë me votat e burgosëve. Domethënë, kjo lloj rinie që pse se dëgjoj këta të rinë
janë të përdorshëm, pra ne kanë shku aty, s'kan përshku për një meritë se si sa një njeriu që si ka thënë kush punamar nuk mund të jetë as deputet në parlament. Po këto trinj janë më problematik se edhe ne mbajmë mend edhe zgjedhjet e kaluara. Pra ato partitë opozitare që thoshim 3 që dolën aty tek Blendi Fevziu edhe u zun njëri me tjetrin u bën lëmsh. Se ç'a bën? E keqja më e madhe që bëjnë ato nuk është se zihen njëri me tjetrin, por që vrasin edhe shpresën se dikush i ri mund ta bëj këtë vet. Po. Dhe kjo është më e keqe sepse ato le të zihen njëri me tjetrin, do humbin elektoratin, apo u zon për një vend deputeti, jo do e marrun Endri Shabani do e marrësh ti. Dhe kështu elemente kemi edhe në Partinë Demokratike, të cilët dalin edhe vetëm recitojnë përmendesh. Domethënë i kam mësuar fjalët ai 5 fjalë që do thot, edhe ato 5 fjalë i thot çdo vend. Është vërtet, nuk kanë asnjë mendim vetin, vetëm thjesht riprodhojnë në një mënyrë tjetër diçka që lexojnë sot ose ka thënë dikush tjetër. Vetëm recitoj, po e kanë bërë një bisedë. Kanë bërë një bisedë morator. Po, kanë bërë një bisedë tavolinë të ngushtë, kanë thënë si këty qysh tek dikujt i ka linë një mendim me këtë. E ka marrë atë mendime, ka përpunu dy fjali ose mund të ta ketë kopju. Edhe vetëm kjo është ajo, domethënë vetë sulmohen, krijojnë skena, pse nuk më thirrin mua me televizor, po kush më fal, kush je, çfarë duhet, pse duhet të thirrë ty media? Kush çfarë përfaqëson? Pse nuk më thirrin mua, jo po më thirrën, po pse s'u bë, pse nuk më japin mua rëndësi? Pse jam unë bëjun, ku di unë botojnë libra, bëjnë, ku di unë, domethënë janë ça, nuk e di. Është pak shiko tani Leonard, si e kam kuptuar unë këtë situatë. Domethënë si ata të vjetit në politik, të vjetit në kuptimin e mirëfillt të fjalës, jo të moshës, po të vjetit që kanë dalë, ka kalu domethënë afati i stadimit, ç'a marrin ndër këto të rinj, janë një për shembull, edhe marrin aty gjë po e trashëgojnë politikën nga vjetrat tek e reja, po që në fakt dalim tek ajo që nuk i ka thënë kush puna marr. Edhe nëse nuk i ka thënë kush ku i puna marr, siç ajo si thashun del tjetri pa shkelkur në tokë buke edhe diskuton për bujqësinë në televizor. Domethënë, ky është promovim, i pastër i një njeriu të paftë, por është i aftë të bëjë servinin edhe të kalojë trashëgimi nga një X tek një Y që janë different promovimi promovimi i figurave fiktive. Se ai për mendimin tim nuk ekziston si figurë. Nuk ekziston, po është i intereson atij që po promovon sepse ai don planin trashëgimtarin politik që nesër mas nesër të përfitojë prap nga ky person. Pra më vjen pak sa keq sepse nuk dua të demotivoj. Unë mendoj që një shoqëri, po themi në këtë rast shoqëria shqiptare, do të jetë si puna e një makine që patjetër që motori i ri të bën punë, por abon timorin do ta marrë dikush që ti më moj. Ti si ke forcën motorike, nuk do të thotë që ti do të kesh gjithçka se ai pra ne ka bon edhe motor edhe timon. Pra ti jep motorit, unë jap timorit, pastaj vjen shkallë. Pra nuk mund të jesh deputet 25 vjeç ti thash edhe një herë sepse dule 2 herë në një intervistë televizive apo takove një lider politik e dolën fotografi dhe o burra unë tani më erdhi koha për deputet. Jo, duhet të kesh një karrierë, duhet të kesh thënë kush puna marr, qoftë edhe në politik. Duhet të kesh dalë në terren, duhet të njohësh politikën, duhet të njohësh një fushë ku ti do të fokusohesh, duhet të kesh një mendim tonin, edhe do të ecësh, do të pretendosh pastaj të dalësh në garë, jo të zgjidhesh sepse edhe gara nuk të garanton fitoren. Absolutisht. Kjo Leonard, unë pranoj të them unë se të njoh si djalë të pjekur, të njoh si djalë inteligjent, por gjithmonë me kam në tokë dhe nuk kërkon asnjëherë më shumë se sa, domethënë duhet ta fitosh garën. Prandaj them unë edhe thash edhe kur të prezantova, se janë disa njerëz si Leonardi që na duhen ne, sepse në radhë parë punojnë për punët e veta, për hallet e veta, e nuk presin të u zgjidhë politika, pastaj edhe kanë angazhim në të gjitha aspektet qytetar, po patriotik, pra në gjatë këtij angazhimi ti formohesh Leonard, pastaj i futesh shkallës dytë asaj të garës, për të bërë pasi ke fituar një përvojë, dorsa ato pas një lloj përvoje, edhe kështu nuk ecim. Patjetër që ka edhe element shumë të mira nga këto radhat e këtyre trime, por patjetër që nuk ngelen në hijen e asaj sepse në momentin që ti jep diçka tënde, prezanton diçka si Gens, po them, atëherë pastaj
linja politike e partisë të shef si njeri që si kërcënim kuptimin e fjalës edhe të nuk të ma shumë afër, sepse duhet që të jesh brenda asaj. Por në këtë këmbështrim ka edhe shumë njerëz të mirë të përgatitur që janë të gatshëm që të jenë pjesë e ndryshimeve politike për këtë vend. Po mbajnë një qik larg këta, sepse këto janë një qik ma ndrysh, zotni i nderuar. Leonard, me vjen një pyetje, do ta them se kush më ka mua pyetjen, por para asaj do të shpjegoj një status që kam bërë sot unë. Drejtuar protestës dhe protestuesve. Drejtuar grupit drejtues të mikrofonit. Hapni protestën. Hapeni se jemi në momentin final, jemi afër fitores, por edhe humbja është në lojë. Hapeni protestën. Nëse nuk dini me thoni, si ju a them unë, opozita mund mos jetë në nivelin e duhur, por demokratët kam thënë janë të fortë. Shfrytëzojeni këtë armë. Thirrini demokratët në betejë duke njohur forcën e tyre dhe jo duke i provokuar. Demokratët janë të përjetshëm, drejtuesit janë kalimtar. Respektoni demokratët, respektoni shtëpinë e tyre, respektoni dhe vlerësoni forcën e tyre. Ajo ju duhet tani. Hapeni protestën edhe për ata që deri më sot e keni të mbyllur, se i ka qelsat Arlind Qori dhe partiçkat pa elektorat. Jam treguar një çik i anshëm politikisht, por doli sot biles edhe një po i them zonë, nuk e di a është në nivelin e zonës apo jo. Doli edhe tha në një kohë kur sot protesta është në fazën finale, besoj unë, që duhet marrë një farë drejtimi. 3-4 ditë kanë ngel. Po edhe një Luciana Kokaj, edhe ju kërkojnë të llogarit deputetëve të opozitës se kur keni qenë kur ne na tërhoshën zvarr. Edhe thotë larg politika, po kur thu larg politika, edhe aty besoj që i thu ku je. Edhe larg, edhe i thu ku je. Po edhe i thu ku je, kjo është një kontradikt. Pra këto njerëz po marrin mikrofonin edhe po bajnë sikur duan që më shumë të dalin në skenë. Edhe unë dëgjova edhe direkt larg politika. Po kjo në fakt jam i sigurt se në mendjen e saj po bën një promovim të vetes, jo për të krijuar një parti politike se s'ka kapacitet, jam i sigurt ta kryejë, por që nesër mas nesër meqense ka ngel zonin të jetë person që ta thrasin edhe t'i thonë se kështu funksionon në Shqipëri, domethënë, ke dal ke fol me të madhe, edhe ata të marrin. Tani desha me thënë bona këtë që të hapet, sepse unë kam konsiderat demokratët që janë me të vërtet luftëtarë edhe kanë edhe përvojën protesta, edhe kanë gjitha. Edhe me fjalën demokrat, sepse shif shabajnë ata. Thonë, unë jam demokrat i përjetshëm, Sali Berisha, edhe kupola Partisë Demokratike nuk janë të përhershëm. Ata ndryshohen, ndërsa demokratët ngelen. Pra, nëse ti provokon selinë e Partisë Demokratike, që nuk është Sali Berisha pas demokratëve, ti po mban larg një pjesë madhe, se janë 500.000 votues, nuk janë pak demokrat, apo jam gabim? Jam dakord, 100%. Pra, dua të them që mënyra në vend që të krijohet një farë bashkimi, po krijohet një farë largimi. Edhe kjo, nëse demokratët i provokon në kuptimin e asaj, sepse Berisha në Burg nuk ka dal nga protestuesit. Berisha në Burg ka dal nga atë militantët marksistë të Arlind Qorit, nga njerëzit e Lulzim Bashës, edhe mund të ketë dal edhe nga njerëzit e Adriatik Llapajt. Ka dal sepse me këtë rast duke u shpreh kështu ndaj Berishës, kanë menduar se do të marrin larg edhe demokratët, edhe të krijohet ai vakumi që thamë ne, që vakum nuk ka, edhe si rregull, këto do të jenë ata që do ta zëvendësojnë atë vakum. Ne nuk fusim njëri në Burg, ata i fut në Burg drejtësia. Ne inkurajojmë drejtësinë. Po, drejtësinë e inkurajojmë të punojë, por ne si kush ka vlerë. Po, se kush ka vlerë, por ne nuk e përcaktojmë ta. Edhe në fakt për te asaj që unë momentalisht kam thënë që Sali Berisha duhet jetë largu që me 12 maj, ne në momentalisht nuk mundi drejtojmë, besoj unë, nëse jam gabim me një dëgjumë si Berishës edhe Ramës. Pra kjo është një kalkulim për të mbajë larg demokratët. Edhe një mikeshe jonja
jo në Blerta Gazidetet të cilën e përshëndes, më thot, pyete Leonardin, thot, për thirrjet Berisha në Burg. Çfarë do të thënë kanë në këtë situatë sot? Se mirën si fillim. Si fillim u tha, edhe unë demokratët, këtë radhë janë tregu shumë demokratë në të vërtetë, sepse janë bashkuar në diversitet me ata që kërkojnë burgosin e liderit të tyre. Por a mendon se duhet të ketë fart diplomacie që të shifet situata pak ndryshe, që të aktivizohet një armë fort si që janë demokratët? Atëherë, do mundohem ta analizoj sipas logjikës time në dy perspektiva. E para është që demokratët janë ata njerëz që kanë qëndru 13 vjet me radhë fortunave më të fuqishme që mund të ketë pa ndërherë represioni. Demokratët si antar, si demokrat, si individ, si njerëz të djathtë etj. Dhe për këtë gjë, demokratëve nuk u hiqet asnjë pikë, asnjë presje. Kanë ngrënë gaz lotësjellës, kanë bë beteja të forta në çdo aspekt, nuk po hy tek lufta e brendshme e Partisë Demokratike etj. Sa ajo ishte pastaj edhe diçka edhe më kështu. Derisa erdhi ai momenti që përpara se të fillonte kjo protestë e madhe, prap demokratët vazhdonin me betejat e tyre etj. Sa i përket kësaj lëvizje, pra këtu në këtë aspekt, demokratët si demokrat nuk kam asnjë fjalë zeron më të vogël që nuk ashtu. Patjetër që në momentin që një subjekt politik shkon në humbje, sepse janë humbje të gjata, humbje një herë, dy herë, 3 herë, për te gjithë problematikave të brendshme. Pra nuk duhet mbetem tek ajo, erdhi Luli, hiku Luli, u bë, si Parti Demokratike po them, në përgjithësi si Parti Demokratike. Edhe pse pati kaq humbje të mëdha, edhe pse Partia Demokratike sidomos vitet e fundit është një e vërtetë që mbeti izoluar në arenën ndërkombëtare, sepse për shumë kohë asnjë ambasador i huaj nuk shkelin në zyrën në selinë e Partisë Demokratike dhe këto gjëra të majtët din t'i përdorin shumë mirë, ashtu siç atë i përdoren. Patjetër që ka patur nuk i heq asnjë lloj pikë presje raportimit të OSBE-Odirit, i cili parashtronte se këto zgjedhje kishin problematika të theksuara në zgjedhjet e fundit po flas. Nuk i heq asnjë pikë, asnjë presje që edhe ka pat problematika të mëdha në atë. Mirë po ka, siç edhe i them këto gjëra, them edhe me bindje të plot, që në Partinë Demokratike, duke qenë se një pjesë e deputetëve të listave të mbyllura, do të thoja, për shembull, që të mos përmendem më konkret se mos na ofendohen apo mos na mërziten, duke qenë se ka patur elementë të cilët janë në Partinë Demokratike më shumë se Edi Rama, më shumë si Kozjadi, po them. Po. Për shembull, Qarku i Gjirokastrës, me gjithë respektin për profesorin e nderuar, ka vite që është në listë i pari etj. Pra me gjithë respektin, jo se Leonard, më fal. Ne po flasim politikisht, dhe politikisht, me dëgjoj pak. Politikisht, kur flasim politikisht, unë nuk them dot me gjithë respektin për profesorin për të kanë shehun, sepse Tritoni ka marrë peng Qarkun e Gjirokastrës, edhe nuk kam respekt fare për atë, sepse ai në aspektin profesional. Në aspektin profesional. Po edhe profesional nuk është më, sepse ai nuk e ushtron profesionin e mjekut, sepse ai i ka hyrë me kohë politikës. Tani futja e këtyre elementeve, pompimi i këtyre elementeve, edhe në vitin 2025, listimi i listës mbyllur kryesisht mbi 50-60% ishte i njëjtë si në vitin 2013, kur populli e largoi Partinë Demokratike nga pushteti. Këtë është vërtetë, pra nëse ne nuk përballem, e vetme mënyrë për të hes përpara është përballesh me të vërtetën, duhet ta njohësh. Nëse ne nuk përballemi, nuk kemi guximin të përballemi, atëherë kot flasim, kot kritikojmë këto që rrinë nëpër mediume, kot kritikojmë ato të tjerë që i kritikuam më përpara. Kjo çfarë solli? Kjo minimalisht solli mungesë inspirimi. Po. Pra nuk po heq asnjë pikë presje, nuk po heq asnjë pikë presje të atyre të tjera më përpara. Ka patur element, ka këtë gjitha se i kemi thënë 100 herë dhe i kemi starton që mos bëhemi përsëritës. Nuk po heq asnjë element atyre. Mirë po, janë regjistru bashkë me diasporën 3.7 milion votues në 2025. Dhe këto 3.7 milion votues, kryeministri mburret me 850.000. Ja edhe opozita 500.000. 1.200.000. Ku janë 1.200.000 tjera? Ku janë 1.300.000 tjera?
nuk bindin, ndoshta edhe njerëzit atëherë nuk shkojnë te kutia votimit, sepse për votojnë, ashtu edhe kjo. Ato 1 milion e ca tjerë, ose përfaqësues atyre, ose njerëz që kërkojnë dhe pretendojnë që të jenë zëri i këtij 1 milionshi, patjetër që hyjnë edhe këto partitë e vogla që ti përmend, partitë e vogla ku diun. Ato njerëz janë sot atje në protestë. Ndoshta me bindje nuk kanë lidhje me ato, por pjesën që ato kërkojnë për të japin perceptim janë ato njerëz. Ato njerëz tani u lind ajo sipas logjikës atyre gjithmonë që bëjnë një betejë anti-establishment, më shumë se anti-kryeministror. Disa nga këto element, disa sepse shumica është anti-qeveri, aty nuk ka dyshim. Por disa nga këto thonë bëjnë lëvizje anti-establishment. Pra në momentin që ne flasim edhe atëherë i bie të bëjmë si thoshte opozitës. Pra nëse ato që kanë dalë në shesh konsiderohet sikur bëjnë opozitën e opozitës, atëherë ne po bëjmë opozitën atyre që kanë dalë në shesh dhe i bie të bëjmë opozitën e opozitës. Filozofikisht nuk e di se sa korrekt janë. Por patjetër që ka individ, ka njerëz cilët nuk e duan që Partia Demokratike të jetë efektive, ka patur edhe sloganet natyrës opozita jemi ne, opozitë e shitur, etj. Po këto gjëra nuk është turmë e madhe, pra siç e thash, ashtu si kundër ka patur edhe shprehje vdekje tradhtarëve, Shqipëria e shqiptarëve, që është shprehje tipike e ballit kombëtar që ka qenë luftën 43-44, luftën civile në Shqipëri, balli kombëtar kundër komunistëve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Madje unë dëgjova njerëz që i shqetësonte kjo shprehje aty disa nga këto, por njerëzit vazhdojnë t'i thonë. Disa nga kjo pjesa që ti përmende që janë të majtë e tjerë që janë shumë të majtë, i shqetësonte kjo shprehje. Aman mos e themi, thoshte, madje disa nga këto që përthasin aty mikrofon janë munduar dhe ta ndrojnë. Shqipëria e shqiptarëve jo e pushtetarëve, Shqipëria e shqiptarëve jo e oligarkëve. Janë munduar ta kërkojnë. Unë besoj që ka koha e një bashkimi edhe jo të provokimi, pra do me thanë si është jam i detyruar, unë nuk ta du sa liberation, unë e du Mburg, po për hir të demokratëve dhe për të interesit demokratëve, unë sot do të fokusohem tek Edi Rama. Themun pra se janë demokratë janë shumë në forcë e madhe zoti, edhe nuk kanë forcë numrash, kanë edhe forcë fizike nëse nëse bazohemi tek kërkesat zyrtare të protestës, aty nuk cënohet as pak Partia Demokratike. Kërkesat zyrtare të opozitës janë dorëheqje çfarë sloganësh përdoren, rrymat ndryshme, forcat ndryshme, është edhe pak ajo që tham që në fillim Partia Demokratike nuk është se ishte pro linja zyrtare, nuk është se ishte pro protestës Genc. Jo, e kuptoj zotëni, po pra aty ai vakumi që ishte aty në krye, u mbush. Po, e kuptoj. U mbush me JPD-s. Po në politik lëvizet, domethënë nuk ishte pro, nuk ishte, sot është pro. Tani lëvizja që duhet bëjmë sa lëvizje se politika don kalkulime në diplomaci, edhe vjen një moment që për ta arritur ne për të shkuar aty ku duhet ndryshojmë pak edhe taktik më Leonard. A kupton? Domethënë si vjen një moment që themi na duhet ne kjo. Po na duhet, po për të marrë këta duhet bëjmë këta. Pra, sikur një pjesë po e pranon një thirrje që nuk i pëlqen, një pjesë tjetër duhet pranohet mos e thotë nëse një thirrje që dëmton një tjetër ose dëmton unitetin në këtë rast të protestës, sepse ajo zonja për shkak që thotë jo politike, kushin politike, ajo më duket për shkak sikur ndoshta e ka nga ajo me partinë mundësia besoj me sa kuptojnë që sa theti ka qenë offer i çik edhe ndoshta nuk e di si çfarë, pra shumë njerëz që dalin me slogane, shiko Leonard, sloganet që vinë nga ndërgjegja, që vinë nga emocioni, që vinë nga vuajtja, unë i pranoj, po sloganet me kalkulime që të them këta që të godas ata, kjo është çik e ndërlikuar dhe nuk e ndihmon protestën sepse paralelisht ka patur edhe slogane poshtë komunistat, poshtë patronazhistat. Po jam më shkruan njëri këtu pra sot thot, më shkruan sot njëri këtu thot, më thot sot ka thirr dikush thot poshtë komunistat thot edhe janë sul thot ato njerëzit në fytyrë thot ato njerëzit e arrin çorit. Gjatë programit ka pas shumë. Po pra ka pas,
ka pas, po atyre nuk ju ka pëlqy shumë kjo gjë. Leonard, kemi fol 1 orë e 35 minuta, si zakonisht të kam pa në programe televizive ku të ftojnë, ti ka shumë, jo vetëm ti, po asni. Unë sa herë flas me njerëzit dhe i them se do flasim, thonë sa 30 minuta, 40 minuta, jo, bisedat të janë këndshme, edhe ne u lam kohën e mjaftueshme dhe hapësirën e mjaftueshme njerëzve për të folë, edhe kalon 1 orë gjysmë dhe 2 orë dhe nuk e nigjon. Tani duhet them unë që të kem pa në një nga nismëtarët e thirrjes Kuvendit Veriut, nuk duhet ndalem shumë në këtë çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur dhe ku jemi, por tani po thirret një kuvend kombëtar. Tani kuvend kombëtar po thirret duke që do dali nga diaspora. Në fakt Kuvendi Veriut e ka, si thani, është një kuvend përçarës. Kuvendi Veriut e kishte hapin e parë Kuvendi i Veriut, por e ka pas në devizën e vet, në agjendën e vet, thirrjen e një kuvendi kombëtar. Tani me çfarë keni gjuhë në Tiranë, se unë nuk di shumë, nuk kam shumë informacion. Ky kuvendi kombëtar duhet mbështetet apo jo? Është e thirrën disa njerëz për të duk për të dalë në një farë formë ose për të kriju një pola, nuk e di si, apo është me të vërtetë një diçka patriotike që duhet ndiqet, se më ndihmon edhe mua me këtë rast sepse dikush më ka thënë që të duam pjesë. Ne kemi diskutuar edhe gjatë procesit Kuvendit Veriut, që kuvendet në vetvete janë organizime, tubime, mbledhje, thuaj si ti dush, që në kohën kur Shqipëria nuk ka qenë Shqipëri, ka qenë ose e pushtuar, ose jo në kuptimin e mirëfill të shtetit organizativ modern, organizate, thirrje të ndryshme, tubime të ndryshme, për tema të caktuara, shoqërore, politike, nga ku mund të dilshin edhe kryengritje, nga ku mund të pajtoheshin gjaqe, etj, dhe këto i konsiderohet si kuvende, kuvendim, me kuvendu, në kuptimin e fjalës, e zbërthim etimologjikisht. Janë të rëndësishëm në historinë kuvendi i Prizrenit, lidhja e Prizrenit ose kuvendi i Prizrenit. Ka kuvende, janë bërë shumë në malësit tona, në Dibër, Mirdit, Kuks, në Shkatër janë bërë kuvende. Janë bërë Njuk shumë, kuvendi Dukatit, kuvendet e ndryshme, kuvendi i Lushnjës, etj. Kështu ka qenë funksioni kur s'ka pas shtet. Kjo ka qenë mënyra funksioni. Si funksion. Mirë, po me shtetin modern, kuvendi që ne konsiderojmë si kuvend, janë kuvendi që ne përzgjedhim nëpërmjet votimit 140 përfaqësues tonë. Që sigurisht edhe referu bisedës që bëm në mbi 1 orë gjysmë. Sigurisht që kemi pakënaqësi shumë të mëdha në raport se çfarë bëjnë ato, se si po e trajtojnë Shqipërinë, si po e trajtojnë mandatin që ne u japim, ose mandatin më saktë që ata e marrin, se në shumicën e rasteve as nuk u japim, por ato e bëjnë si e bëjnë edhe e marrin. Dhe në këtë këndvështrim, në aspektin e kuvendit, patjetër që lind nevoja absolute për një kuvend të madh kombëtar, në parim gjithmonë. Pra, kuvendi i madh kombëtar, jo juridik, jo me veprim juridik, sepse s'ka çfarë të ketë veprim juridik, sepse ne jemi shtet institucional, por me veprim simbolik për të shtyrë ose për të detyruar kuvendin Republikës Shqipërisë për të bërë 1, 2, 3 akte, cilat mirë apo keq. Tani gjithë ajo që ngelet deri këtu nuk ka asnjë problem. Thirrja e një kuvendi, ku diun gjithçka, sepse po bëhet për të mirën e kësaj asaj. Por nëse kjo lëvizje kthehet në lëvizjet e mjaftit që organizohet dikur, edhe promovoi, nxorri një Erion Veli, i cili sot është mbas qelive. Nëse kjo lëvizje kthehet në atë prizëm, atëherë mallku qoftë edhe ditë që ashtu. Por nëse kjo lëvizje, nëse ky kuvend vërtet hedh shtratin e asaj që ne aspirojmë, të atyre gjërave të mira që ne aspirojmë, që duhet të ketë në gjykimin tim gjithmonë njerëz me pikpamje të ndryshme, njerëz që të kthehet të shndrohet tamam në një kuvend dinjitos. Nga ku mund të dalin edhe kërkesa në emër të protestës apo jo në emër të protestës etj.
Patjetër që aty do të ketë edhe një sit të mëvonshme. Ato njerëzit që do jenë, që do kapin 1, 2, 3, do kalojnë edhe tek sita e mëvonshme, se kush janë këto njerëz, si janë, çka kanë bërë, çka s'kan bërë. Dhe në parim, në gjykimin tim gjithmonë, në gjykimin tim, në kuadër edhe të mbështetjes protestës, parimisht është gjë e mirë. Nëse praktikisht nuk ka hile mbrapa. Dhe kjo që ne nuk mund ta identifikojmë në këtë fazë sepse nuk i dim pjesëmarrësit. Nuk e dim pjesëmarrës, po ne si kuvend unë do ta quaja se unë kam thënë që protesta duhet ketë një kokë drejtuese që ta drejtojë agjendën. Po, prandaj them unë në këtë aspekt, për shembull, jo me kërkue me marr një meritë edhe me nxjerr jashtë lojë sa atje, këta nuk do ta pranoja kurrë. Po nëse është një vendosmëri, domethënë një mënyrë e sinqertë, domethënë e bashkimit njerëzve. Është shumë e rëndësishme. Po. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe njerëzit pjesëmarrësit duhet të identifikohen paraprakisht, para se të marrin pjesë atje. Pra, do të jetë Genc Paçuku i specializuar në ekonomi, ku diun 1, 2, 3, ka bërë 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, që edhe të dihet se kush dhe si janon. Mënyra se si do jetë, për shembull, nëse do zgjedhin kryesia, nëse do kërkojnë, nëse do ndërtojnë një lëvizje 3 apo nuk do ndërtojnë lëvizje 3 apo do mbeten thjesht me kërkesat edhe pastaj masi shkoj vendi qeveri teknike, kush të fitoj, le të fitoj. Por duhet të jetë shumë transparente, sepse ne për këtë transparencë po mblidhemi atje ka një muaj. Po. Në momentin që ne mblidhemi për mungesë transparence dhe organizojmë një diçka komplet jo transparente, atëherë na bie gjithë narrativa që ne kërkojmë të ndërtojmë. Me pak fjalë mos e heqim lenë se t'ja vëmë prens, domethënë që është e njëjta gjë, po ndryshon vetëm një. Atëherë s'ka ne pse kemi dalë një muaj atëherë, nëse do të jetojmë këtë gjë. E kuptoj. Tani unë do të bëj një zoti Artur Hoxha po na njekin shumë, po edhe ka shkruaj. Edhe thot, a na lejo ta themi një që vërtet ka ndodhur në PD, nëse na lejohet do ta them. Artur Hoxha, mirëmbrëma dhe të përshëndes nga Londra, të falenderoj që na ndjek. Window Radio është një radio e hapur, edhe mikrofoni im ka emrin mikrofon i hapur që është i hapur për këdo. Sonte është i hapur për zotin Leonard Seferi, siç po e dëgjon se e shikoj se na ndjek. Por ti nuk ke mikrofon sonte, po ke një tastier nga ku mund të shkruash, edhe unë të kam kryu hapësirën, jo vetëm ty o zotni Artur Hoxha, o dashamiri imi, edhe të falenderoj që më ndjek edhe më shtet, por kushdo që ka një pyetje apo një diçka për të bërë, në kohën kur unë jam në radio, ose edhe më para, mund të më dërgojmë një mesazh edhe unë patjetër që do t'ja drejtoj pyetjen apo do t'ja paraqes mendimin, sepse ne jemi këtu për debat, për pyetje të hapura, për mendime të hapura. Edhe Artur Hoxha shkruan, do t'ja lexoj. Faleminderit, thot, që më dha këtë drejt, në PD ka shumë figura që duhet të ikin urgjent, pavarësisht moshës. Kjo që po them unë është bërë publike nga vetë Klevis Balliu. Ina Zhupa i kishte kërkuar si nder Klevis Balliu të votonim si avokat populli Endri Shabanin dhe votuan 35 deputet të PD-s për klyshin e Sorosit. Kështu që ka shumë të shitur në PD që duhet të pastrohet PD-a urgjent. Respekt dhe faleminderit. Artur, nëse më ke ndjek, unë kam folë gjithmonë me emra dhe të flas me emra dhe se kam problem fare, sepse ata njerëz që punojnë kundër interesave tona, ne s'kemi sa më ju bën, po kemi 2 gjëra në dorë, mos më dhan votën edhe më qerr maskën. Kështu që ne për këtë punë jemi t'ju qerrim maskën të gjithë atyre pseudopatriotëve, pseudodemokratëve që mendojnë se janë dikushi, po në fakt koha ka vërtetuar se janë askushi. Kështu që të përshëndes, të falenderoj edhe në çdo moment unë jam i hapur jo vetëm për Arturin, por për këdo që ka një fjalë për ta thënë, unë mund t'ja transmetoj një mesazh, a do më bëni një pyetje për të ftuarin apo si të doni. Jemi të hapur. Ne këtu duam njerëz që thonë fjalën e drejt për drejt, sepse vetëm kështu ne dalim nga e keqja, apo jo Leonard Seferi, duke thënë fjalë drejt për drejt. Patjetër. Sepse duke rrej veten, ne nuk korrigjojmë asgjë. Pra, një analizë në fakt ka raste që është e dhimbshme, se dikuj i bën të largohet, por është pastrimi duhet hiqë dikush. Një mik doktor më ka thënë që ndërhyrja kirurgjikale është më e dhimbshme, po shpëton jetën. Kështu që pra po themi. Ajo dhem po të pastron.
Po, nëse nuk bëjmë ndërhyrje, pastaj ajo ka ngelet aty dhe ajo është më e keqja pastaj. Apo siç e thotë edhe Elita 5, më mirë një fund me dhimbje se një dhimbje pa fund. Pa fund. Tani Leonard besoj se nuk e di, kishe në një diçka tjetër ti për me thënë, shiko tani, në aspektin politik, spontanisht na dolën disa variante në bisedë për Partinë Demokratike, nuk folëm, pavarësisht se duhet flasim, edhe disa thonë mos i bëjmë opozitës. Jo, ne flasim për të rregulluar gjanat, por nuk folëm. Mos ja bëj veten ti bësh opozitës, sepse ne kanë thonë mos mshaj, thoshin atje se ti je malsor jemi edhe. Ato thoshin që mos e bëj veten me shajt. Tani opozitës ne s'ja kemi bërë në momentet e zgjedhjeve, në momentet decisive, ne kemi mbështet me gjithë shpirt e me gjithë zemër. Thash nuk të nasmova shumë, me qenë se nesër me një zgjidhen organet drejtuese të partisë dhe thash t'ju japim një ditë kohë që në fund mos flasim para kohe. Nesër është një ditë e rëndësishme. Unë mendoj se është dita e fundit ku mund të reflektoj, dhe nëse nuk do të zgjedhin të reflektimin, atëherë nuk kam se mërziten për çfarë po ndodh në Shqipëri pastaj. Është e vërtet. Jo, thash, ajo që doli spontanisht, prandaj nuk të ngacmova, sepse dasha edhe unë që ti bisedojmë gjanat me kohën, kështu që ne t'ju japim një mundësi të fundit. Unë pak shpresë kam të thënë drejtën, sepse kanë pas kohë për korrigjimin, nuk u bën një analizë, Këshilli Kombëtar nuk është besoj ai që duhet ishte, është më tepër një si të them unë një yes man, i thon në anglisht i thon yes man. Po, është një bashkim i njerëzve të interesave personale, interesave politike apo partijake, ku ta di unë. Nëse prandaj thash mos të ngacmoj sot, kështu që mos thuaj se po ky pse s'm pyeti sot, nuk të pyeta për këtë arsye, pra, se thash t'ju japim kohë nesër dhe pastaj do kemi kohë të flasim herë tjera bashkë. Leonard, unë të falenderoj nëse ke ndonjë mesazh për dëgjuesin e radios, ke kohën e nevojshme, hapësirën e nevojshme, jeni i mirëpritur. Faleminderit shumë nga ana ime për mundësinë për këtë bashkëbisedim të mrekullueshëm sinqerisht. Nga i cili nuk ka patur, kam përshtypjen unë absolutisht as edhe një si thosh një goditje me qëllim, apo ne thjesht mundohemi që të pasqyrojmë realitetin shqiptar, realitetin ku ndodhet shoqëria jonë. Na dhem shpirti në kuptimin e fjalës, për ato që shohim, për ato që ngjojmë, për veprimet apo mos veprimet që bëhen në këtë vend. Ka qenë Shqipëria është vend i mbushur me gjak. Trevat tona, trojat tona kanë përjetu, domethënë shqiptari për 1 metër katror, për një plumb tokë është vrarë me vllajën edhe nuk ka fol me vite, me shekuj, ka kriju gjakmarrje, hakmarrje. Si ka mundësi sot që shqiptarit vijnë në këtë dereqe, që të mos jam ndjej, as mos tjetë indiferent. Kjo është shumë e dhimbshme. Patjetër që politika ka bërë pak punën e vet në këtë drejtim, duke i bezdis njerëzit, duke i ushqy me luk bosh, edhe në fund pastaj ato njerëz thëse edhe pak se do bëhet, Mirë, po tani jemi përballë një brezi që, siç e tham edhe më përpara, nuk duron 20 sekonda të shoh në këtë, jo më të duroj se kur të duam ne do e rregullojmë. Kështu që unë shpresoj që çdo lëvizje të bëhet për një diçka më të mirë dhe të na ruaj nga që mos shkojmë nga shiu mbreshur. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo, patjetër që është e rëndësishme. Leonard, falenderoj, ishte kënaqësi, edhe ne besoj që krijojmë kushtet e nevojshme që njerëzit të ndjehen komod, të thonë gjithçka që duan, sepse unë kam marrë në televizor shqiptar nga një herë, sa të fillosh për shembull me thani diçka, jo po prit thot ai, jo po i vjen mesazhi inverse, moderatorit ose moderatorës. Po, prit një herë mos e thuaj sepse unë të pyes po duket përgjigje. Jo më zotëri. Unë të pyes kaq. Pastaj përgjigjen e jep ti. Nëse unë gjatë përgjigjes duhet ndërhyj, unë ndërhyj, po nuk ta imponoj dot përgjigjen, sa atëherë unë çet marr ty unë kod, më mirë, bëj pyetjet vet, përgjigjem vet dhe marrë puna. Pra, domethënë ta mërzisin edhe bisedën. Prandaj them unë që këtu 1 orë e 49 minuta, 1 orë e 50 gati 2 orë, edhe besoj se ishte kënaqësi, sepse folëm pa dorashka,
folëm ata që deshëm, edhe aty ku s'do të përgjigjesh, është këtë të thjeshtë. Falenderojmë edhe dëgjuesit që kanë pas nerva në kuptimin e fjalës pa kështu që të na ngjojnë. Jo, kim pas komplimente për bisedën, kështu që nuk është çështje nervash, ka qenë komplet çështje kënaqësie, sepse thash dëgjuesit e radios janë po ata që ndoshta dëgjojnë e shikojnë televizionin, janë lodhur, po ne ndajmë gjithat halle, ndërsa janë lodhur me ata që thrasin televizionin, sepse aty gjithçka është interes, edhe janë bën me të vërtetë të bezdisshëm sa që na kanë më larg. Pra dëgjuesit duhen një za të drejt për drejt, një zonë që nuk është i korruptuar, një zonë që nuk ka agjend përveç se agjendës kombëtare edhe interesit kombëtar. Pra ne jemi njerëz të tillë, kështu që na ngjojnë me kënaqësi Leonard, edhe na kanë shprehë edhe dëgjuesit me mesazhet e tyre. Kështu që të falenderoj, të uroj gjithë mirat, fala nga Tirana edhe mirë ndëgjofshim. Faleminderit shumë. Mirarçi se për ju ka nevojë Shqipëria, për diasporën ka shumë nevojë. Jemi gjithmonë aty, do ndihmojmë aq mundsi sa kemi, sepse në fundit ne të diasporës mos të shesim mendim të bënë gjatë madhe, se për te asaj që jetojmë në diasporë, por Shqipëria është veni am, edhe ne kemi detyrime ndaj vendit am. Nuk është se po bëjmë një privilegj, ne nuk po shkojmë për një shtet tjetër, po shkojmë për vendin am, për njerëzit tanë, për vendin tonë. Pra është detyrë që mos ta marrim si diçka që po bëjmë që s'na takon. Na takon më shumë se ne jemi ata që u larguam se gjanat nuk shkuan mirë në vendin tonë, kështu që prandaj duhet jemi aty edhe ti përgjigjemi edhe thirrjes, sepse edhe ju keni nevojë për ndihmën tonë, por edhe ne kemi detyrime ndaj jush, sepse jeni ju, jemi ne, e ne jemi ju. Domethënë jemi një. Jemi shumë sa. Jemi një. Falenderoj, natën e mirë. Natën e mirë nderuar. Faleminderit. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Window Radio, isha në një bisedë nga studion në Londër me zotin Leonard Seferi nga Tirana, edhe besoj se për gati 2 orë diskutuam, biseduam, tham ata që mendom se duhet përsjellim, edhe unë besoj se bëra pyetje ata që duhen njerëzit të dëgjojnë, edhe Leonardi besoj se ishte në rregull, ishte strikt, ishte korrekt, ishte dashamirës, foli pa dorashka, ju përgjigj me mënyrën e vet të gjitha pyetjeve të mia, edhe nganjëherë nuk ishte thjesht pyetje përgjigje, ishte edhe si bashkëbisedim. Kështu që kjo ishte biseda. Takohemi të martën tjetër, unë të martën tjetër ndoshta nuk do të jem në Londër, por kisha menduar që meqense se nuk jam në Londër, mos bëj bisedë, por nuk rri dot pa bën, sepse ju më mungoni dhe do të jem gjithmonë me ju, edhe nganjëherë më duket sikur është pak një herë në javë, po këto janë kushtet, këto janë mundësitë, kështu që nuk takohemi dot më shpesh, vetëm ndonjë emergjencë që mund të ketë ndonjë lajm për tu diskutuar. Ju falenderoj që na ndiqni, ju falenderoj që na komentoni. Edhe Artur nuk je pas pak i bezdisur njerëzit që komunikojnë me ne edhe gjatë bisedës, na ndihmojnë ndoshta edhe me pyetjet, edhe kur e shikojmë se pyetni, tregon që ke një interes për radion, edhe mu si moderator më jepni më tepër adrenalin edhe emocion, kështu që besoj që edhe 2 orë që nganjëherë duket vështira kur i thuhet 2 orë, mu më duken këtë të pakta sikur biseda ka kaluar shumë shpejt, sepse unë thras këtu njerëz mirë, por edhe njerëzit që na ndjekin janë njerëz mirë, edhe në këtë mënyrë ne të gjithë kalojmë mirë, por nuk jemi thjesht për të kaluar mirë, jemi për të shërbyer edhe interesit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, me aq mundësi sa kemi, me aq kapacitet sa kemi, me aq kohë sa kemi, për të paktën gjithçka që na mundohemi ta shfrytëzojmë deri në sakrificë. Do të thoshti ju çfarë sakrificë bani. Po unë sot e kam pushim 2 orë me radion, nuk po them se kam bënë gjatë madhe, po unë e lani punën pa bë, duke u marrë me radion, pra të gjithë duhet sakrifikojmë nga pak, sepse për ndryshe nuk bëjmë dot shumë, edhe ngelim aty ku kemi filluar, nuk bëjmë hapa përpara. Miq, ju përshëndes edhe një herë, natën e mirë. Unë Gens Paçuku nga studio në Londër për Window Radio me emisionin tim Mikrofon i hapur. Mirë dëgjofshim. Mikrofoni i hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.